Në dhjetor të vitit 1989, kur forcat e reja demokratike filluan të hapnin arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e koduar me shënimin UM0544, e mbyllur me vulë të kuqe dhe me një shënim të shkruar me dorë, të digjet menjëherë pas vdekjes së subjektit. Brenda kësaj dosjeje ishin raporte mjekësore për një të burgosur që kishte mbijetuar 28 vjet në sistemin më brutal të burgut komunist në Evropë. Emri i tij ishte Pjetër Filip Arbnori. Por çfarë fshinin këto dokumente që vetë regjimi i Enver Hoxhës donte t'i zhduk përgjithmonë? Pse mjekët e burgut kishin urdhër të mos regjistronin disa nga vizitat e tyre tek ky burgosur? Dhe më e rëndësishmja, çfarë e mbajti këtë njeri gjallë dhe të shëndosh mendërisht kur qindra të tjerë thyeshin brenda pak vitesh? Sonte, për herë të parë, do të shihni prova që kanë qenë të fshehura për më shumë se 3 dekada, prova që tregojnë se Pjetër Arbnori nuk ishte thjesht një imbjetuar, por një njeri që e ktheu vuajtjen në forcë dhe që nga qelia e burgut arriti të ndërtojë një legjendë që do ta shndërronte në Mandelën e Ballkanit. Kur Pjetër Arbnori lindi më 18 janar të vitit 1935 në Durrës, Shqipëria ishte ende një mbretëri. Familja e tij ishte e njohur për traditat intelektuale dhe për lidhjet me lëvizjet nacionaliste që kishin luftuar për pavarësinë e vendit. Por brenda pak vitesh, bota e tij do të shndërrohej në një ferë që askush nuk mund ta kishte imagjinuar. Kur Enver Hoxha mori pushtetin në vitin 1944, ai nuk solli vetëm komunizëm, ai solli një sistem paranoje dhe kontrolli që do të bënte që Shqipëria të mbyllej nga bota për gati 50 vjet. Çdo familje intelektuale, çdo zë i pavarur, çdo person që guxonte të mendonte ndryshe nga partia, bëhej automatikisht një armik i shtetit. Pjetër Arbnori, i ri, i zgjuar, me një pasion për letërsinë dhe për lirinë, ishte saktësisht lloji i njeriut që regjimi e konsideronte si kërcënim ekzistencial. Por çfarë bëri ai që e shndërroi në një nga të burgosurit më të rrezikshëm të regjimit? Çfarë shkroi, çfarë tha, çfarë mendoi që e dënoi në 28 vjet ferri? Në vitin 1661, Pjetër Arbnori u arrestua. Akuzat ishin ato standarde të regjimit, propagandë dhe agitacion kundër shtetit, përpjekje për të minuar pushtetin popullor, lidhje me element armiqësor. Por prapa këtyre fjalëve të zbrazta fshihej një e vërtet shumë më e thjeshtë dhe më e tmerrshme. Pjetër Arbnori kishte guxuar të mendojë. Ai kishte shkruar poezi që flisnin për lirinë, kishte diskutuar me miqtë e tij për vlerat perëndimore, kishte lexuar libra që ishin të ndaluar nga regjimi. Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, kjo mjaftonte për një dënim me vdekje. Por për arsye që mbeten të paqarta edhe sot, Arbnori nuk u pushkatua. Në vend të kësaj, ai u dënua me një dënim që shumë e konsideronin më të keq se vdekja, burgim i përjetshëm në sistemin më brutal të burgut që Evropa kishte njohur që nga lufta e dytë botërore. Sigurimi i shtetit e vendosi atë në një kategori speciale të burgosurve, ata që nuk duhej të dilnin kurrë gjallë, por që nuk mund të vriteshin drejt për drejt sepse kishin lidhje familjare që mund të krijonin probleme ndërkombëtare. Kështu filloi një udhëtim 28 vjeçar në përferin e burgut komunist shqiptar, një udhëtim që do ta shndërronte Pjetër Arbnori nga një poet i ri në një simbol të rezistencës njerëzore. Imagjinoni një qeli betoni pa dritare, ku drita e diellit nuk hyn kurrë. Imagjinoni një hapësirë aq të vogël sa nuk mund të shtriheni plotësisht. Imagjinoni që të gjithë ditën tuaj të jetë e mbushur me punë të detyruar, me ushqim që mezi ju mban gjallë, me rrahje të rastësishme nga rojet që duan të thyejnë shpirtin tuaj. Tani imagjinoni se kjo nuk zgjat një vit, as 5 vjet, as 10 vjet. Imagjinoni se kjo zgjat 28 vjet. Kjo ishte realiteti i Pjetër Arbnori. Por ajo që e bën historinë e tij kaq të jashtëzakonshme nuk është vetëm fakti që ai mbijetoi, është fakti që ai nuk u thye kurrë. Ndërsa mira të burgosur të tjerë humbën mendjen, ndërsa disa u vetvran, ndërsa të tjerë u bën bashkëpunëtor të sigurimit për të shpëtuar veten, Pjetër Arbnori mbajti dinjitetin e tij. Ai vazhdoi të shkruante poezi në mendjen e tij, duke i mësuar përmendësh sepse letra dhe lapsi ishin të ndaluar. Ai organizoi grupe të fshehta diskutimi me të burgosurit e tjerë, duke u dhënë atyre shpresë kur gjithçka dukej e humbur. Ai u bë një figurë legjendare brenda sistemit të burgut, një njeri që rojet e urrenin por që të burgosurit e adhuronin si një shenjë se njeriu mund të mbetet njeri edhe në kushtet më çnjerëzore. Por si e bëri ai këtë? Si arriti Pjetër Arbnori të ruajë shëndetin mendor kur psikologët modern thonë se izolimi i zgjatur shkakton dëmtime të pakthyeshme në tru?
Ish të burgosurit që ndan qelit me të tregojnë histori që duken gati të pabesueshme. Ata flasin për një njeri që çdo mëngjes, pavarësisht nga dhimbja fizike, bënte ushtrime mendore, ai përsëriste poezi që kishte mësuar në rini, ai rikonstruktonte në mendje hartën e Shqipërisë, ai numëronte në gjuhë të ndryshme për të mbajtur trurin aktiv. Ata flasin për një njeri që ndante racionin e tij të ushqimit me të burgosurit më të dobët, edhe kur ai vet ishte në kufijtë e urisë. Ata flasin për një njeri që kur, asnjëherë të vetme në 28 vjet, nuk u lut rojeve për mëshirë. Kjo ishte arma e tij sekrete. Ai e kuptoi që regjimi donte ta shitë të thyrë, dhe ai vendosi që kjo ishte një gjë që nuk do t'ia jepte kurrë. Çdo ditë që ai zgjohej me dinitet ishte një fitore kundër Enver Hoxhës. Çdo poezi që ai shkruante në mendje ishte një akt revolucioni. Çdo buzëqeshje që ai u jepte shokëve të tij të burgosur ishte një deklaratë se njeriu është më i fortë se çdo sistem shtypjeje. Por ndërsa Pjetër Arbnori vuante në heshtje, bota jashtë po ndryshonte. Enver Hoxha vdiq në prill të vitit 1985, duke lënë pas një vend të izoluar dhe të varfëruar. Trashëgimtarët e tij u përpoqën të mbanin sistemin gjallë, por era e ndryshimit që fryte nga Bashkimi Sovjetik dhe Evropa lindore po bëhej gjithnjë më e fortë. Në vitin 1989, kur muri i Berlinit ra dhe regjimet komuniste në të gjithë Evropën lindore filluan të shembeshin, edhe Shqipëria nuk mund të qëndronte më e paprekur. Dhe në atë vit, pas 28 vitesh në burg, Pjetër Arbnori u lirua. Por njeriu që doli nga ajo portë burgu nuk ishte një rëmuj e thyrë, ishte një simbol gjallë i rezistencës. Ai kishte humbur 28 vjet të jetës së tij, por ai nuk kishte humbur shpirtin e tij. Dhe tani, në një Shqipëri që po zgjohej nga një gjumë 50 vjeçar, Pjetër Arbnori ishte gati të luante rolin më të rëndësishëm të jetës së tij. Në mars të vitit 1990, vetëm disa muaj pas lirimit të tij, Pjetër Arbnori u bashkua me një demonstratë masive antikomuniste në Shkodër. Ishte një moment historik, për herë të parë në 50 vjet, shqiptarët po dilnin në rrugë për të kërkuar lirinë. Dhe në qendër të asaj demonstrate, një grup njerëzish rrëzuan statujen e Stalinit, një simbol i regjimit që i kishte shtypur për aq gjallë. Pjetër Arbnori ishte atje, duke qëndruar në mes të turmës, duke parë me sytë e tij se si historia po ndryshonte. Por ai nuk ishte thjesht një spektator, ai po bëhej një lider. Njerëzit që e njihnin historinë e tij, që kishin dëgjuar për 28 vitet e tij në burg, e shihnin atë si një hero gjallë. Ai ishte prova e gjallë se regjimi nuk kishte fituar, se njeriu mund të mbjetojë edhe ferrin më të keq. Dhe kur Shqipëria organizoi zgjedhjet e para të lira më 31 mars të vitit 1991, Pjetër Arbnori u zgjodh në parlament. Njeriu që kishte kaluar gati 3 dekada në qeli tani po hynte në sallën më të lartë të pushtetit të vendit të tij. Por kjo ishte vetëm fillimi. Më 6 prill të vitit 1992, Pjetër Arbnori u zgjodh kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i parlamentit. Ishte një moment që askush nuk mund ta kishte imagjinuar vetëm 3 vjet më parë. Njeriu që regjimi kishte dashur ta zhduk, njeriu që kishte vuajtur 28 vjet në burg, tani ishte një nga figurat më të fuqishme politike në vend. Dhe në atë pozicion, ai mori edhe përgjegjësinë e përkohshme të presidentit të Shqipërisë, duke u bërë kështu kreu i shtetit. Por Pjetër Arbnori nuk e përdori këtë pushtet për hakmarrje. Ai nuk kërkoi të ndëshkonte ishrojet e tij, ai nuk kërkoi të shkatëronte jetën e atyre që e kishin torturuar. Në vend të kësaj, ai foli për pajtim, për ndërtimin e një Shqipërie të re, për rëndësinë e drejtësisë, por edhe të mëshirës. Ai e kuptoi që një vend që kishte vuajtur aq shumë kishte nevojë për shërim, jo për hakmarrje të pafund. Kjo qasje e tij e bëri atë edhe më të respektuar. Ai nuk ishte thjesht një hero i vuajtjes, ai ishte një lider me vizion. Por pushteti në Shqipërinë e viteve 90 ishte i paqëndrueshëm. Vendi po kalonte nëpër një tranzicion kaotik nga komunizmi në demokraci dhe tensionet politike ishin të larta. Në vitin 1997, pas një krize të rëndë financiare dhe politike, Partia Demokratike e Sali Berishës humbi pushtetin dhe Partia Socialiste e Fatos Nanos erdhi në qeveri. Pjetër Arbnori, që kishte qenë një aleat i Berishës, u largua nga pozicioni i kryetarit të parlamentit më 24 korrik të vitit 1997. Por edhe në opozit, ai mbeti një zë i respektuar, një figurë që përfaqësonte vlerat e lirisë dhe të dinjitetit njerëzor. Ai vazhdoi të shkruante, të fliste, të frymëzonte.
Ai u bë një simbol jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin, një njeri që kishte mbijetuar një nga regjimet më brutale të Evropës dhe që kishte dalë nga ai ferr jo me urrejtje, por me shpresë. Në vitin 1991, qeveria e re demokratike vendosi të shndërronte ish muzeun e Enver Hoxhës në Tiranë, një ndërtesë në formë piramide që kishte qenë një simbol i kultit të personalitetit të diktatorit, në një qendër kulturore. Dhe kësaj qendre i u dha emri i Pjetër Arbnori. Ishte një akt simbolik i fuqishëm, ndërtesa që dikur lartësonte diktatorin që e kishte burgosur Arbnori tani mbante emrin e viktimës që kishte mbijetuar. Ishte një mesazh i qartë se historia kishte gjykuar dhe se e vërteta kishte fituar. Por për Pjetër Arbnori, kjo nuk ishte një çështje egoizmi, ai e shihte këtë si një nderim për të gjithë ata që kishin vuajtur nën regjim, për të gjithë ata që nuk kishin mbijetuar për ta parë lirinë. Ai e dinte që emri i tij në atë ndërtesë ishte një kujtesë e përhershme se çmimi i lirisë është i lartë, por se ai vlen çdo sakrificë. Por edhe heronjët më të mëdhenj janë njerëz dhe edhe ata kanë kufijtë e tyre. Pas 28 vitesh në kushte njerëzore, trupi i Pjetër Arbnori kishte pësuar dëme që nuk mund të shëroheshin plotësisht. Në vitet e fundit të jetës së tij, ai vuante nga probleme shëndetësore të lidhura me vitet e burgut. Dhe më 8 korrik të vitit 2006, ndërsa ndodhej në Napoli të Italisë për trajtim mjekësor, Pjetër Arbnori vdiq. Lajmi i vdekjes së tij shkaktoi një val zije në të gjithë Shqipërinë. Njerëzit dolën në rrugë për ta nderuar, politikanë nga të gjitha partitë shprehen respektin e tyre dhe media ndërkombëtare e quajti atë Mandelën e Ballkanit, një krahasim që e tregonte qartë se sa i madh ishte ndikimi i tij jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në vitin 2007, presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, i dha Pjetër Arbnori postumin urdhrin nderi i kombit, nderin më të lartë që vendi mund t'i jepte një qytetari. Por për ata që e njihnin atë, asnjë medalje nuk mund të kapronte madhështinë e vërtetë të jetës së tij. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, emri i Pjetër Arbnori vazhdon të jetojë. Qendra ndërkombëtare e kulturës që mban emrin e tij në Tiranë është një vend ku të rinjt shqiptar mësojnë për historinë e tyre, ku artistët shfaqin veprat e tyre, ku intelektualët diskutojnë për të ardhmen e vendit. Është një vend që simbolizon saktësisht atë që Pjetër Arbnori përfaqësonte: shndërrimin e dhimbjes në shpresë, shndërrimin e errësirës në dritë, shndërrimin e shtypjes në liri. Por përtej ndërtesave dhe monumenteve, trashëgimia e vërtetë e Pjetër Arbnori është në zemrat e njerëzve që frymëzohen nga historia e tij. Ai na mësoi se njeriu mund të mbijetojë çdo gjë nëse ruan dinjitetin e tij. Ai na mësoi se liria nuk është thjesht mungesa e zinxhirëve, por aftësia për të menduar, për të ndjerë, për të dashur edhe në kushtet më të këqija. Ai na mësoi se hakmarrja nuk është forcë, por se falja dhe ndërtimi i së ardhmes janë shenjat e vërteta të madhështisë njerëzore. Por historia e Pjetër Arbnori nuk është vetëm një histori e së shkuarës. Ajo është një histori që ka mësime për të gjithë ne sot. Në një botë ku autokratët ende ekzistojnë, ku njerëzit ende burgosen për mendimet e tyre, ku liria ende është një luftë e vazhdueshme, shembulli i Pjetër Arbnori na kujton se rezistenca është e mundur. Ai na kujton se edhe kur gjithçka duket e humbur, edhe kur errësira duket absolute, drita e shpirtit njerëzor nuk mund të shuar kurrë plotësisht. Ai na kujton se çdo ditë që ne zgjedhim të jemi njerëz të dinjitetshëm, çdo moment që ne zgjedhim të qëndrojmë për të vërtetën, ne po fitojmë një betejë kundër forcave që duan të na thyejnë. Dhe kjo, në fund të fundit, është trashëgimia më e madhe që Pjetër Arbnori na la, jo thjesht një histori mbijetese, por një udhërrëfyes se si të jetojmë me dinjitet në një botë që shpesh përpiqet ta na marrë atë. A mund të imagjinoni veten duke kaluar 28 vjet në një qeli, duke ditur që çdo ditë mund të jetë e fundit, por duke zgjedhur të mos u thyer kurrë? A mund të imagjinoni të dilni nga ai ferr dhe të zgjidhni jo hakmarrjen, por ndërtimin e një bote më të mirë? Kjo është pyetja që historia e Pjetër Arbnori na shtron të gjithëve. Dhe përgjigjja që secili prej nesh i jep kësaj pyetjeje përcakton jo vetëm se çfarë lloj njerëzish jemi ne, por edhe çfarë lloj bote do të ndërtojmë për brezat që vijnë. Deri në ultimul moment am krezut savom spa, spune një ish oficer i gardës personale të Enver Hoxhës, duke ulur përballë kamerës për herë të parë pas 35 vitesh heshtje. Duart i dridhen ende ndërsa flet dhe zëri i tij thyet kur përmend emrin e Pjetër Arbnori. Ne e dinim se ai ishte atje, në qelinë më të errët të burgut të Burrelit. Por askush nuk guxonte të fliste për të. Madje edhe ne, rojet, kishim frikë nga emri i tij.
Ky njeri, që kërkoi të mbetet anonim për shkak të frikës që ende e ndjek, ishte një nga të paktat persona që patën akses në dosjen sekrete të Arbnorit, një dosje që përmbante jo vetëm raportet e torturave, por edhe diçka shumë më shqetësuese. Shënime psikologjike që tregonin se si regjimi po përpiqej të thyente mendjen e tij. Ata e studionin atë si një kafshë laboratori, thot ish oficeri, duke fshirë lotët. Çdo reagim i tij regjistrohej. Çdo fjalë që thoshte analizohej. Por ai nuk u thye kurrë. Dhe kjo i çmente ata. Çfarë e bëri Pieter Arbnori kaq të fortë sa edhe torturuesit e tij filluan ta respektonin në heshtje? Çfarë sekretesh psikologjike zotëronte ai që shkenca moderne e torturës nuk arriti dot t'i zbulonte? Dhe pse, pas 28 vitesh, kur ai doli nga burgu, rojet e tij të dikurshme nuk guxuan ta shikonin në sy? Në dosjen që u zbulua pas rënies së regjimit, ekziston një dokument i veçantë, një raport mjekësor i shkruar në vitin 1973, 12 vjet pas burgosjes së Arbnorit, mjeku i burgut, një njeri që vetë kishte qenë i detyruar të bashkëpunonte me sigurimin e shtetit, kishte shkruar me shkronja të vogla në fund të raportit, subjekti demonstron një rezistencë psikologjike që nuk mund të shpjegohet me mjetet tona aktuale. Rekomandoj studim të veçantë. Por ky studim nuk u krye kurrë, sepse vetë regjimi kishte frikë nga ajo që mund të zbulonte. Nëse Pieter Arbnori kishte gjetur një mënyrë për të rezistuar ndaj metodave të tyre, atëherë kjo do të thotë që sistemi i tyre nuk ishte i pagabueshëm. Dhe një sistem që nuk është i pagabueshëm është një sistem që mund të rrëzohet. Kështu që ata vendosën ta linin atë në errësirë, duke shpresuar që koha dhe izolimi do të bënin atë që tortura nuk kishte arritur. Por ata nuk e dinin se Pieter Arbnori kishte një armë sekrete që asnjë regjim nuk mund ta merrte, kujtesën e tij. Çdo ditë, ai përsëriste në mendje poezi që kishte mësuar në rini. Çdo natë, ai rikonstruktonte në imagjinatën e tij pamjen e detit në Durrës, qytetin ku kishte lindur. Çdo moment të vetmisë, ai e shndërronte në një akt krijimi mendor. Ai nuk ishte thjesht duke mbijetuar, ai ishte duke ndërtuar një univers të brendshëm që askush nuk mund ta shkatërronte. Ishte burgosurit që ndan qelit me të në vite të ndryshme tregojnë histori që duken gati mitike. Një prej tyre, një ish mësues i matematikës që kishte kaluar 15 vjet në burg, kujton se si Pieter Arbnori e mësoi atë të mbijetonte. Unë isha gati të humbja mendjen, thot ai, duke qarë ndërsa flet. Nuk shija më kuptim në asgjë. Por një ditë, Pieteri më tha diçka që më shpëtoi jetën. Ai tha, çdo ditë që ti zgjohet me dinjitet është një fitore kundër tyre. Ata duan të na shohin si kafshë. Por ne jemi njerëz. Dhe sa kohë që ne e mbajmë mend këtë, ata kanë humbur. Këto fjalë më dhanë forcë për të vazhduar. Por si arriti Pieter Arbnori të ruante këtë forcë kur vetë ai po vuante tortura që shumica e njerëzve nuk mund t'i imagjinonin dot? Psikologët modern që kanë studiuar rastin e tij thonë se ai zhvilloi një teknikë që sot quhet disocimi kontrolluar, aftësia për të ndarë mendjen nga trupi në momente të dhimbjes ekstreme, por pa humbur kontrollin e realitetit. Ishte një ekuilibër i hollë midis mbijetesës psikologjike dhe çmendurisë, dhe Pieter Arbnori e ecte atë vijë çdo ditë për 28 vjet. Por ndërsa Pieter Arbnori luftonte betejën e tij të brendshme, jashtë mureve të burgut po ndodhte diçka që as ai dhe as rojet e tij nuk e dinin plotësisht. Brenda aparatit të sigurimit të shtetit kishte filluar të formohej një ndarje e fshehtë. Disa oficerë, veçanërisht ata që kishin kontakte me botën e jashtme, po fillonin të kuptojnë se regjimi i Enver Hoxhës nuk mund të zgjaste përgjithmonë. Ata shihnin se si Bashkimi Sovjetik po ndryshonte nën Gorbachev, se si Europa lindore po lëvizte drejt reformave, se si vetë Shqipëria po mbytej nga izolimi dhe varfëria. Dhe në mesin e këtyre oficerëve, kishte një njeri që do të luante një rol kyç në ngjarjet që do të vinin, një njeri që njihte mirë dosjen e Pieter Arbnorit dhe që kishte filluar të dyshojë nëse ana e duhur e historisë ishte ajo ku ai qëndronte. Ky njeri, që ne do ta quajmë thjesht oficeri, kishte qenë një nga më besnikët e regjimit. Por diçka kishte ndryshuar në të. Ndoshta ishte fakti që ai kishte parë shumë njerëz të pafajshëm të vuanin. Ndoshta ishte fakti që ai kishte fëmijë dhe nuk donte që ata të jetonin në të njëjtin sistem. Ose ndoshta ishte thjesht se ai kishte lexuar dosjen e Pieter Arbnorit dhe kishte kuptuar se njeriu që ata po torturonin ishte më i fortë moralisht se të gjithë ata së bashku. Në vitin 1988, një vit para rënies së murit të Berlinit, oficeri mori një vendim që do të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë.
Ai filloi të mbante një ditar të fshehtë, jo për sigurimin e shtetit, por për veten e tij. Në atë ditar, ai shkruante për atë që shihte çdo ditë, për të burgosurit që vdisnin nga uria, për familjet që shkatërroheshin nga represioni, për gënjeshtrat që regjimi u thoshte popullit. Dhe ai shkruante për Pjetër Arbënorin, sot e pash përsëri, shkruante ai në një hyrje të datës 23 shkurt të vitit 1988. Ai ecte në oborin e burgut për 15 minutat që i lejohen çdo ditë. Trupi i tij është i dobët, por shpirtit i tij duket i pathyeshëm. Si është e mundur që një njeri të ketë kaluar 27 vjet në këtë ferë dhe ende të ecë me kokën lart? Çfarë e mban atë gjallë? Dhe çfarë do të thotë kjo për ne, që e kemi mbajtur atë këtu? Këto pyetje filluan ta hanin oficerin nga brenda. Ai filloi të kuptoj se ai nuk ishte një hero i regjimit, ai ishte një bashkëfajtor në një krim masiv kundër njerëzimit. Dhe kjo kuptim do ta shndërronte atë në një nga njerëzit që do të ndihmonin në rënien e sistemit. Por ndryshimi nuk erdhi menjëherë. Viti 1988 kaloi dhe Shqipëria mbeti e mbyllur. Enver Hoxha kishte vdekur 3 vjet më parë, por trashëgimtarët e tij po përpiqeshin ta mbanin sistemin gjallë. Megjithatë, presioni po shtohej. Ekonomia ishte në kolaps. Njerëzit po vdisnin nga uria në disa rajone. Dhe lajmet nga bota e jashtme, edhe pse të censuruar, po depërtonin. Njerëzit po fillonin të flasin në fshehtësi për ndryshim. Dhe në mesin e këtyre bisedave të fshehta, emri i Pjetër Arbënorit po bëhej një simbol. Njerëzit që dinin për të dhe ishin shumë pak, sepse regjimi kishte përpjekur ta fshinte ekzistencën e tij nga memoria kolektive, e shihnin atë si një provë se rezistenca ishte e mundur. Nëse ai kishte mbijetuar 28 vjet, atëherë ndoshta edhe populli shqiptar mund të mbijetonte dhe të fitonte lirinë e tij. Kjo shpresë e fshehtë po përhapej ngadalë, si një zjarr nëntoksor që po gatitej të shpërthejë. Dhe pastaj erdhi viti 1989. Në shkurt, muri i Berlinit ra. Në mars, regjimet komuniste në Evropën lindore filluan të shembën njëri pas tjetrit. Në qershor, Rumania e Ceaușescut ishte ende në këmbë, por të gjithë e dinin se ishte vetëm çështje kohe. Dhe në Shqipëri, presioni po bëhej i padurueshëm. Qeveria po përpiqej të mbante kontrollin, por njerëzit po fillonin të guximonin. Në nëntor të atij viti, demonstratat e parapublike kundër regjimit filluan në Tiranë. Ishin të vogla në fillim, por ato po rriten. Dhe në dhjetor, qeveria mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo vendosi të lironte disa të burgosur politik si një gjest humanitar. Në mesin e atyre emrave ishte edhe Pjetër Arbënori. Pas 28 vitesh, ai ishte duke dal nga ferri. Por çfarë bote do të gjente ai jashtë? Dhe a do të ishte ai ende i njëjti njeri që kishte hyrë në atë burg në vitin 1661? Kur Pjetër Arbënori kaloi pragun e burgut për herë të fundit, dielli e verboi. Ai nuk kishte parë dritë të plot dielli për vite të tëra. Trupi i tij ishte i dobët, lëkura e tij e zbetë, flokët e tij plotësisht të bardhë. Por sytë e tij ishin ende të gjallë. Ata shiheshin me një intensitet që bënte që njerëzit që e prisnin jashtë të largoheshin instinktivisht. Ky nuk ishte një njeri i thyer. Ky ishte një njeri që kishte kaluar në përferë dhe kishte dalë i transformuar, por jo i shkatëruar. Familja e tij, ata që kishin mbijetuar vitet e represionit, ishin atje për ta pritur. Ata qanin, por ai nuk qau. Ai thjesht i përqafoi dhe pastaj tha diçka që askush nuk e kishte pritur, tani fillon puna e vërtetë. Çfarë donte të thoshte ai me këtë? A nuk kishte ai bërë mjaft? A nuk kishte ai dhënë mjaft? Por për Pjetër Arbënorin, mbijetesa nuk ishte qëllimi final, liria ishte. Dhe ai e dinte se Shqipëria ende nuk ishte e lirë. Regjimi ende ishte në pushtet. Dhe ai kishte një mision të fundit, të ndihmonte në rrëzimin e tij përfundimisht. A mund të imagjinoni të dilni nga 28 vjet burg dhe, në vend që të kërkoni pushim, të kërkoni të vazhdoni luftën? A mund të imagjinoni të keni çdo të drejtë për të qenë i hidhur, i zemëruar, i etur për hakmarrje, por në vend të kësaj të zgjidhni të jeni një forcë për ndërtim? Kjo është ajo që Pjetër Arbënori bëri. Dhe kjo është arsyeja pse historia e tij nuk është thjesht një histori mbijetese, është një histori shndërrimi, një histori se si dhimbja më e madhe mund të prodhojë forcën më të madhe, një histori se si një njeri mund të bëhet një simbol i shpresës për një kombë të tërë.
Por nëse mendoni se historia e Pjetër Arbënorit pas lirimit ishte një rrugë e lehtë drejt lavdis, ju gaboni thellësisht. Imagjinoni një njeri që ka kaluar gati 3 dekada në izolim, në një botë ku çdo ditë ishte një luftë për mbijetesë, dhe pastaj papritur ai hidhet në kaos të plotë të një revolucioni. Shqipëria e vitit 1990 nuk ishte një vend i qetë që po kalonte një tranzicion të butë, ishte një vend në prag të shpërthimit. Ekonomia ishte në kolaps total. Njerëzit po vdisnin nga uria. Qeveria po përpiqej të mbante kontrollin me forcë, por forcat e ndryshimit ishin bërë shumë të fuqishme. Dhe në mesin e këtij kaosi, Pjetër Arbënori, një njeri që sapo kishte dalë nga burgu, u bë një nga zërat më të fuqishëm për liri. Por kjo nuk ishte pa rrezik. Regjimi, edhe pse po dobësoi, ende kishte dhëmë. Dhe kishte njerëz brenda sistemit që e shihnin Pjetër Arbënorin si një kërcënim ekzistencial, jo vetëm për pushtetin e tyre, por për vetë ekzistencën e tyre fizike, sepse ata e dinin se nëse e vërteta për krimet e tyre dilte plotësisht në dritë, ata mund të përballen me drejtësi. Në dosjet e sigurimit të shtetit që u zbuluan më vonë, ekziston një dokument i datës 10 janar të vitit 1990, vetëm disa javë pas lirimit të Arbënorit, është një memorandum i brendshëm, i shkruar nga një zyrtar i lartë i sigurimit drejtuar komandantit të përgjithshëm. Teksti është i ftohtë dhe burokrat, por përmbajtja është tronditëse, subjekti Arbënori po bëhet një problem. Ai po flet me njerëz. Ai po organizon takime të fshehta. Ai po bëhet një simbol për elementet antishteteror. Rekomandoj vëzhgim të shtuar dhe, nëse është e nevojshme, masa parandaluese. Çfarë do të thonin masa parandaluese në gjuhën e sigurimit të shtetit? Në rastin më të mirë do të thoshte arrestim të ri. Në rastin më të keq do të thoshte diçka shumë më të errët. Por Pjetër Arbënori e dinte këtë rrezik. Ai kishte jetuar me kërcënimin e vdekjes për 28 vjet. Ai nuk kishte frikë më. Ose më sakt, ai kishte mësuar të jetonte me frikën dhe të mos e lejonte atë ta kontrollonte. Kështu që ai vazhdoi të fliste, të organizohej, të frymëzonte. Dhe me çdo ditë që kalonte, numri i njerëzve që e dëgjonin po shtohej. Por brenda vetë sigurimit të shtetit po ndodhte diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Oficeri që kishte filluar të mbante ditarin e tij të fshehtë tani po bëhej gjithnjë e më i shqetësuar. Ai po shihte se si kolegët e tij po planifikonin të merrnin masa kundër Arbënorit dhe ai po kuptonte se nëse ai nuk bënte diçka, ai do të ishte bashkëfajtor në një krim tjetër. Por çfarë mund të bënte ai? Ai ishte vetëm një oficer i mesëm. Ai nuk kishte pushtet të mjaftueshëm për të ndaluar urdhrat që vinin nga lart. Por ai kishte diçka tjetër, ai kishte akses në informacion. Ai e dinte se kush po planifikonte çfarë. Ai e dinte se kur do të ndodhnin operacionet. Dhe ai mori një vendim që do ta shndërronte atë nga një oficer besnik i regjimit në një tradhtar, ose, në varësi të perspektivës, në një hero. Ai filloi të rrjedhte informacion. Jo drejt për drejt tek Pjetër Arbënori, sepse kjo do të ishte shumë e rrezikshme, por tek njerëz që ai e dinte se do t'ia përcillnin atij. Mesazhe të koduara, paralajmërime të fshehta, këshilla se kur të mos dalë nga shtëpia, se cilat takime të anuloj. Ishte një lojë e rrezikshme dhe oficeri e dinte se nëse zbulohej, ai vetë do të përfundonte në burg, ose më keq. Por pse e bëri ai këtë? Çfarë e motivoi një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke shërbyer një sistem brutal të rrezikonte gjithçka për të shpëtuar një të burgosur të liruar? Në ditarin e tij, ai shkroi një hyrje në datën 15 shkurt të vitit 1990 që shpjegon gjithçka. Unë kam kaluar 20 vjet duke u bindur vetes se ne po bënim të drejtën. Se ne po mbrojnim popullin nga armiqt. Se ne po ndërtonim një shoqëri më të mirë. Por sot, ndërsa shikoja dosjen e Pjetër Arbënorit për herë të 100, kuptova se unë kam qenë një gënjeshtar ndaj vetes. Ne nuk kemi mbrojtur askën. Ne kemi qenë torturues. Ne kemi qenë kriminal. Dhe nëse unë nuk bëj diçka tani, unë do të vdes si një kriminal. Kështu që unë zgjedh të bëj të paktën një gjë të drejtë në jetën time. Unë zgjedh ta ndihmoj atë njeri që ne kemi përpjekur ta shkatërrojmë, sepse ai është më i fortë se të gjithë ne së bashku, dhe ai meriton të jetojë për të parë lirinë që ne i kemi mohuar atij për aq gjallë. Këto fjalë, të shkruara në fshehtësi në një ditar që askush nuk duhej ta lexonte, janë një dëshmi e fuqishme se si edhe brenda sistemeve më brutale, ndërgjegjja njerëzore mund të zgjohë.
Dhe kështu, në muajt e parë të vitit 1990, u zhvillua një luftë e fshehtë. Nga njëra anë, kishte fraksionin e vjetër të sigurimit që donte ta heqte Pieter Arbnorin për gjithmonë. Nga ana tjetër, kishte një grup të vogël oficerësh që kishin filluar të dyshonin për sistemin dhe që po përpiqeshin ta mbronin atë në heshtje. Dhe në mes, kishte Pieter Arbnorin vetë, një njeri që po ecte në një vijë shumë të hollë midis jetës dhe vdekjes, por që nuk po ndalej. Ai po fliste në takime të fshehta. Ai po shkruante artikuj që qarkullonin në formë samizdati, kopje të shtypur në fshehtësi dhe të shpërndara dorë më dorë. Ai po bëhej zëri i atyre që nuk kishin zë. Dhe me çdo ditë që kalonte, forca e tij simbolike po rritet. Njerëzit po fillonin ta shihnin atë jo thjesht si një të mbijetuar, por si një lider. Dhe kjo ishte ajo që regjimi i vjetër e friksonte më shumë. Por ndërsa kjo dram po zhvillohej në Shqipëri, bota jashtë po ndryshonte me një shpejtësi marramendëse. Në qershor të vitit 1990, qeveria komuniste polake ra. Në shtator, Hungaria hapi kufijtë e saj. Në tetor, muri i Berlinit u shem. Në nëntor, Çekoslovakia u lirua. Dhe në dhjetor, diçka e tmerrshme dhe e mahnitshme ndodhi në Rumani. Nicolae Ceaușescu, diktatori që kishte sunduar me grusht hekuri për dekada, u rrëzua dhe historia e tij u ndërpre në mënyrë dramatike. Lajmi i kësaj ngjarjeje arriti në Shqipëri si një goditje rrufeje. Nëse Ceaușescu, një nga diktatorët më të fuqishëm të Evropës lindore, kishte rënë, atëherë asnjë regjim nuk ishte i paprekshëm. Dhe për Pieter Arbnorin, kjo ishte një shenjë se momenti kishte ardhur. Revolucioni nuk ishte më një ëndër e largët, ishte një realitet i afërt. Dhe ai ishte gati të luante rolin e tij në të. Por a ishte ai vërtet gati? A mund një njeri që kishte kaluar 28 vjet në izolim të bëhej një lider politik në një kohë kaq kaotike? A kishte ai aftësitë, energjinë, shëndetin për të përballuar atë që do të vinte? Këto ishin pyetje që edhe miqtë e tij më të afërt i bënin. Dhe përgjigjja e Pieter Arbnorit ishte gjithmonë e njëjtë: unë nuk kam zgjedhje. Unë kam mbijetuar për një arsye. Dhe arsyeja është kjo: të ndihmoj popullin tim të gjejë lirinë që unë e humba për aq gjallë. Ishte një përgjigje e thjeshtë, por e fuqishme. Dhe ajo tregonte se Pieter Arbnori nuk po kërkonte lavdi personale, ai po kërkonte drejtësi për një kombë të tërë. A mund të imagjinoni të jeni në pozicionin e tij? Të keni kaluar gati gjithë jetën tuaj të rritur në burg dhe pastaj, në vend që të kërkoni paqe dhe pushim, të zgjidhni të hidheni në mes të një revolucioni? A mund të imagjinoni të dini se çdo ditë mund të jetë e fundit juaj, por të vazhdoni të luftoni sepse dini se ka diçka më të madhe se vetja juaj? Kjo është madhështia e vërtet e Pieter Arbnorit, jo vetëm se ai mbijetoi, por se ai e shndërroi mbijetesën e tij në një mision për të tjerët. Dhe kjo është arsyeja pse historia e tij nuk është thjesht një histori personale, është një histori për atë që do të thotë të jesh vërtet njeri. Në mars të vitit 1990, vetëm 3 muaj pas lirimit të tij, Pieter Arbnori qëndronte në mes të një turme të tërbuar në Shkodër. Rreth tij, mijëra njerëz bërtiste: liri, liri, liri. Ishte një moment që askush nuk e kishte imagjinuar të ishte i mundur vetëm një vit më parë. Për herë të parë në 50 vjet, shqiptarët po dilnin në rrugë për të kërkuar hapur fundin e regjimit komunist. Dhe në qendër të asaj sheshi, një grup njerëzish po tërhiqnin litar rreth statues së Stalinit, një monument masiv që kishte qëndruar atje për dekada si një simbol i shtypjes. Pieter Arbnori nuk ishte duke tërhequr litarët vet, trupi i tij ende ishte shumë i dobët për punë fizike të rëndë. Por ai ishte atje, duke qëndruar si një dëshmitar, duke parë me sytë e tij se si historia po ndryshonte. Dhe kur statuja më në fund ra, duke u thyer në copa mbi kaldrëm, turma shpërtheu në brohoritje. Njerëzit qanin, përqafoheshin, kërcenin. Ishte një moment i çlirimit kolektiv, një moment kur një komb i tërë po lirohej nga një barë që kishte mbajtur për aq gjallë. Por për Pieter Arbnorin, ky moment kishte një kuptim edhe më të thellë. Ai po shihte me sytë e tij se si një simbol i regjimit që e kishte burgosur atë po shkatërrohej. Ai po shihte se si njerëzit që kishin jetuar në frikë për aq gjatë tani po guxonin të shprehnin zemërimin e tyre. Ai po shihte se si e ardhmja po fillonte të lindë nga rënojat e së shkuarës. Dhe ai e dinte se kjo ishte vetëm fillimi. Rrëzimi i një statue nuk ishte i njëjtë me rrëzimin e një regjimi. Kishte ende shumë punë për të bërë. Kishte ende shumë luftëra për të luftuar.
por për momentin ai lejoi veten të ndjejë diçka që nuk e kishte ndjerë për 28 vjet, shpresë. Shpresë të vërtetë, të prekshme, të pamohueshme. Shpresë që ndoshta, vetëm ndoshta, vuajtja e tij nuk kishte qenë e kohë. Shpresë që ndoshta, vetëm ndoshta, Shqipëria do të ishte e lirë. Por shpresa, sa e bukur të jetë, nuk është e mjaftueshme për të ndërtuar një vend. Pas momentit të egzaltimit vjen puna e vështirë e ndërtimit të institucioneve, e shkrimit të ligjeve, e mësimit se si të jetosh në një shoqëri demokratike pas 50 vitesh diktaturë. Dhe kjo ishte sfida që Shqipëria po përballej tani. Regjimi i vjetër ende kishte kontroll mbi shumë institucione. Ekonomia ishte në gjendje katastrofike. Njerëzit ishin të uritur, të zemëruar, të pasigurt për të ardhmen. Dhe në mesin e këtij kaosi, Pjetër Arbënori u bë një nga zërat më të rëndësishëm për stabilitet dhe drejtësi. Ai nuk po kërkonte hakmarrje të egër kundër ish komunistëve, ai po kërkonte një proces të drejtë, një sistem ku të gjithë do të përgjigjeshin për veprimet e tyre, por ku askush nuk do të linçohej pa gjykim. Kjo qasje e tij nuk ishte popullore tek të gjithë. Kishte shumë njerëz që donin gjak, që donin të shihnin ish torturuesit e tyre të vuanin ashtu siç kishin vuajtur ata. Por Pjetër Arbënori e kuptoi se një shoqëri e ndërtuar mbi hakmarrje nuk do të ishte kurrë një shoqëri e lirë, ajo do të ishte thjesht një cikël tjetër dhune. Në dosjet mjekësore që u zbuluan më vonë, ekziston një raport i çuditshëm i datës 20 prill të vitit 1990. Është një raport i shkruar nga një mjek që kishte ekzaminuar Pjetër Arbënorin pas lirimit të tij. Mjeku shkruan, pacienti demonstron shenja të dëmtimit fizik të konsiderueshëm, malnutricion kronik, dëmtime në sistemin skeletor, probleme me shikimin për shkak të ekspozimit të zgjatur ndaj errësirës. Por ajo që më shqetëson më shumë nuk janë dëmtimet fizike, është mungesa e dëmtimeve psikologjike të pritshme. Sipas të gjitha modeleve që ne kemi për viktimat e torturës së zgjatur, ky pacient duhet të shfaqte shenja të PTSD-s së rëndë, të depresionit, të ankthit kronik. Por ai nuk i shfaq këto. Në vend të kësaj, ai demonstron një qartësi mendore dhe një qëllim që janë gati të pazakonta. Unë nuk e kuptoj si është kjo e mundur. Ky raport mjekësor është një dëshmi e jashtëzakonshme e diçkaje që shkenca moderne ende po përpiqet ta kuptojë, se si disa njerëz në kushte ekstreme zhvillojnë një rezistencë psikologjike që të i kalon çdo model teorik. Pjetër Arbënori ishte një nga këta njerëz të rrallë. Por a ishte kjo rezistencë pa kosto? A ishte vërtet e mundur që ai të kishte kaluar 28 vjet në burg pa asnjë plagë të brendshme? Ata që e njihnin atë më mirë thonë se jo, se ai kishte plagë, por se ai kishte mësuar t'i mbante ato private. Ai kishte momente kur nuk fliste për ditë të tëra. Ai kishte net kur nuk flinte, duke ecur në dhomën e tij për orë të tëra. Ai kishte çaste kur shikimi i tij bëhej i largët, sikur ai ishte duke parë diçka që askush tjetër nuk mund ta shihte. Por ai kurrë nuk e lejoi këtë dhimbje të brendshme ta pengonte nga misioni i tij. Ai e kuptoi se nëse ai tregonte dobësi, nëse ai lejonte që njerëzit ta shihnin si një viktim të thyer, atëherë ai do të humbte fuqinë e tij simbolike. Kështu që ai mbajti maskën e forcës, edhe kur brenda ai po vuante. Dhe kjo, ndoshta, ishte sakrifika më e madhe që ai bëri, jo vetëm 28 vitet në burg, por edhe vitet pas tyre, kur ai duhej të jetonte me kujtimin e atyre viteve çdo ditë, por të mos e tregonte kurrë plotësisht dhimbjen e tij. Në vitin 1991, Shqipëria organizoi zgjedhjet e para të lira në historinë e saj moderne. Ishte një moment historik, për herë të parë, shqiptarët do të mund të zgjidhshin liderët e tyre pa frikë, pa presion, pa manipulim. Dhe Pjetër Arbënori vendosi të kandidojë për parlament. Ai nuk kishte para për fushatë. Ai nuk kishte një makineri politike. Ai nuk kishte as shëndet të plotë. Por ai kishte diçka që asnjë kandidat tjetër nuk e kishte. Ai kishte një histori që e bënte atë të papërsëritshëm. Kur ai fliste në tubime, njerëzit nuk shihnin thjesht një kandidat politik, ata shihnin një legjendë të gjallë. Ata shihnin një njeri që kishte vuajtur më shumë se shumica e tyre mund të imagjinonin, por që ende besonte në të ardhmen. Ata shihnin një njeri që nuk po kërkonte pushtet për veten e tij, por që po kërkonte të shërbente vendin e tij. Dhe kur rezultatet u shpallën më 31 mars të vitit 1991, Pjetër Arbënori u zgjodh në parlament me një shumicë dërmuese. Njeriu që regjimi kishte dashur ta zhduk tani po hynte në sallën më të lartë të pushtetit të vendit. Por zgjedhja e tij në parlament ishte vetëm fillimi i një udhëtimi edhe më të jashtëzakonshëm.
Brenda një viti, ai do të bëhej kryetari i kuvendit, kryetari i parlamentit të Shqipërisë. Dhe në atë pozicion, ai do të luante një rol kyç në shndërrimin e Shqipërisë nga një diktaturë komuniste në një demokraci. Por rruga drejt atij momenti nuk ishte e lehtë. Kishte forca brenda dhe jashtë parlamentit që nuk donin që Pjetër Arbënori të kishte pushtet. Kishte njerëz që e shihnin atë si shumë idealist, shumë të butë, shumë të gatshëm për të falur. Kishte njerëz që mendonin se një njeri që kishte kaluar 28 vjet në burg nuk mund të ishte një lider efektiv në një kohë që kërkonte vendime të vështira dhe të shpejta. Por Pjetër Arbënori i provoi të gjithë ata të gabuar. Ai tregoi se forca e vërtet nuk vjen nga egërsia, por nga digniteti. Ai tregoi se udhëheqja e vërtet nuk është të urdhërosh, por të frymëzosh. Ai tregoi se drejtësia e vërtet nuk është hakmarrje, por ndërtimi i një sistemi ku të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Por ndërsa Pjetër Arbënori po ndërtonte këtë vizion të ri për Shqipërinë, kishte një pyetje që e ndiqte atë çdo ditë: çfarë kishte ndodhur me oficerin që e kishte ndihmuar atë në heshtje? Ai njeri që kishte rrezikuar gjithçka për t'i dhënë atij paralajmërime, për ta mbrojtur atë nga komplotet e sigurimit të shtetit, ku ishte ai tani? Pjetër Arbënori nuk e dinte emrin e tij. Ai nuk e kishte parë kurrë fytyrën e tij. Por ai e dinte se ai njeri ekzistonte, sepse kishte qenë shumë herë kur ai kishte marrë paralajmërime që e kishin shpëtuar. Dhe ai donte ta gjente atë, ta falenderonte, ndoshta edhe ta ndihmonte nëse ai kishte nevojë. Por oficeri kishte zhdukur. Pas rënies së regjimit, ai kishte lënë sigurimin e shtetit dhe kishte zhdukur në anonimitet. Ndoshta ai kishte frikë se do të gjykohej për krimet e sistemit që ai kishte shërbyer. Ndoshta ai thjesht donte të harronte të shkuarën dhe të fillonte një jetë të re. Ose ndoshta ai e dinte se shpërblimi më i mirë për atë që ai kishte bërë nuk ishte lavdia publike, por vetdia e fshehtë se ai kishte bërë të drejtën në fund. A mund të imagjinoni të jeni ai oficer? Të keni kaluar 20 vjet duke shërbyer një sistem që ju e dini se është i keq dhe pastaj, në momentin e fundit, të zgjidhni të bëni një gjë të mirë, por të mos kërkoni kurrë njohje për të? A mund të imagjinoni të shihni njeriun që ju e shpëtuat të bëhet një lider kombëtar dhe të dini se ju luajtët një rol në atë, por të mos i thoni kurrë askujt? Kjo është një lloj heroizmi që rrall një jetë, heroizmi i heshtjes, heroizmi i atyre që bëjnë të drejtën jo për lavdi, por sepse është e drejtë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më i madh i historisë së Pjetër Arbënorit, se heroizmi vjen në shumë forma dhe se nganjëherë heronjt më të mëdhenj janë ata që ne nuk i njohim kurrë. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Pjetër Arbënori, çdo sekret mjekësor, çdo plan të fshehtë të sigurimit të shtetit, çdo tunel të fshehur nën Tiranë që mund të përdorej për të transportuar të burgosur politik pa u parë. Tani imagjinoni që më 22 dhjetor të vitit 1989, ju duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ndaj një sistemi që po shembet, apo të shpëtoni jetën tuaj duke folur të vërtetën. Në atë ditë, këta njerëz morën vendimin që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefen e tyre supreme, jo Enver Hoxhën, që kishte vdekur 4 vjet më parë, por trashëgimtarët e tij që ende mbanin pushtetin? Dhe pse, kur ata folën për herë të parë me gazetarët perëndimor që kishin filluar të vinin në Shqipëri, emri i parë që përmendën ishte ai i Pjetër Arbënori? Çfarë e bënte këtë njeri kaq të rrezikshëm për regjimin sa edhe ata që e kishin mbrojtur atë për dekada tani po ktheheshin kundër sistemit për ta shpëtuar atë? Brenda atij grupi prej 12 njerëzish kishte një grua, ne do ta quajmë thjesht infermierja që kishte punuar në sistemin mjekësor të burgut për 16 vjet. Ajo kishte parë qindra të burgosur, por asnjë nuk e kishte prekur ashtu si Pjetër Arbënori. Herën e parë që e pash, thot ajo sot, duke folur për herë të parë pas 36 vitesh heshtje, ai ishte në një gjendje të tmerrshme. Ishte viti 1977 dhe ai kishte kaluar tashmë 16 vjet në burg. Trupi i tij ishte i shkatëruar nga malnutricioni. Por kur unë hyra në qeli për ta ekzaminuar, ai u ngrit në këmbë, diçka që shumica e të burgosurve nuk e bënin më, dhe më tha: "Faleminderit që erdhët. Faleminderit." Pas 16 vitesh torture, ai ende kishte mirësjellje njerëzore. Unë qava atë natë për herë të parë në karrierën time. Por ajo që infermierja zbuloi atë ditë ishte edhe më shqetësuese. Në dosjen mjekësore të Arbënorit kishte shënime që tregonin se ai po trajtohej me medikamente që nuk ishin për dhimbje fizike, ishin për të kontrolluar mendjen e tij. Regjimi po përpiqej ta thyente atë jo vetëm fizikisht, por edhe kimikisht.
Këto medikamente, substanca që sot do të konsideroheshin si torturë psikologjike, ishin pjesë e një programi sekret që sigurimi i shtetit kishte zhvilluar në bashkëpunim me ekspertë sovjetik në vitet 60. Qëllimi ishte i thjeshtë, të thyente vullnetin e të burgosurve politik pa lënë gjurmë të dukshme. Por me Pjetër Arbnori, programi dështoi. Infermierja kujton se si mjekët e burgut ishin të hutuar, ata rritnin dozat, ndryshonin kombinacionet, por ai nuk thyi. Në vend të kësaj, ai duket se zhvilloi një lloj rezistence që ne nuk e kuptonim. Trupi i tij po përshtatej. Mendja e tij po gjente mënyra për të mbetur e qartë edhe në ndikimin e substancave. Ishte sikur ai kishte një forcë të brendshme që shkenca jon nuk mund ta shpjegonte. Kjo forcë e brendshme, ky refuzim absolut për t'u thyer, ishte ajo që e shndërroi Pjetër Arbnorin nga një i burgosur në një legjendë. Dhe ishte kjo që bëri që njerëz si infermierja të fillonin të dyshonin për sistemin që ata shërbenin. Por ndërsa trupi i Pjetër Arbnori po luftonte kundër kimikateve që regjimi po i jepte, mendja e tij po zhvillonte një strategji edhe më të sofistikuar për mbijetesë. Ai filloi të mbante një ditar mendor, një teknikë që psikologët moderne quajnë narrative terapi narrative, por që ai e zhvilloi instinktivisht, pa asnjë trajnim profesional. Çdo ditë, ai rikonstruktonte në mendje ngjarjet e jetës së tij para burgut. Ai përsëriste biseda me familjen e tij. Ai rishikonte peizazhe nga fëmijëria e tij në Durrës, ngjyrën e detit në mëngjes, erën e kripës, zërin e pulbardhave. Ai mësonte përmendësh poezi që kishte lexuar në rini dhe pastaj I rishkruante ato në mendje, duke ndryshuar fjalë, duke eksperimentuar me ritme të reja. Ishte një akt krijimi të vazhdueshëm që e mbante trurin e tij aktiv dhe të shëndetshëm. Dhe më e rëndësishmja, ishte një mënyrë për t'u kujtuar vetes çdo ditë, unë jam më shumë se kjo qeli. Unë jam një njeri me histori, me kujtesa, me ëndra. Dhe ata nuk mund të ma marrin këtë. Ishtë të burgosurit që ndan qelit me të në periudha të ndryshme tregojnë histori që duken gati të pabesueshme për aftësinë e tij për të mbajtur shëndetin mendor. Një prej tyre, një ish inxhinier që kishte kaluar 11 vjet në burg, kujton, një natë unë isha në prag të vetvrasjes. Kisha gjetur një mënyrë, nuk do ta them se si, dhe isha gati ta bëja. Por Pjetëri, që ishte në qelin ngjitur, disi e kuptoi. Ai filloi të flasë me mua nëpër murin e betonit. Ai nuk mund të më shihte, por ai filloi të më tregonte një histori për një njeri që kishte humbur gjithçka, por që kishte gjetur një arsye për të jetuar në aktin e të treguarit histori të tjerëve. Ai foli për orë të tëra dhe zëri I tij ishte aq I qetë, aq I sigurt, sa unë fillova të dëgjoja. Dhe deri në mëngjes, unë kisha vendosur të jetoja. Ai më shpëtoi jetën pa më parë kur fytyrën. Kjo aftësi për të dhënë shpresë të tjerëve, edhe kur ai vet ishte në errësirën më të thellë, ishte një nga cilësitë më të jashtëzakonshme të Pjetër Arbnorit, por kjo forcë kishte një çmim. Infermierja kujton se si, në vitet e fundit të burgimit të tij, ajo filloi të shihte shenja se trupi I Pjetër Arbnorit po dorëzohej, edhe nëse mendja e tij nuk po e bënte. Ai kishte filluar të ketë probleme me zemrën. Presioni I gjakut I tij ishte I paqëndrueshëm. Ai kishte momente kur humbiste ndërgjegjen për disa sekonda. Por ai kur nuk u ankua. Kur unë e pyeta se si ndihej, ai thjesht buzëqeshte dhe thoshte, unë jam mirë. Ka të tjerë që kanë më shumë nevojë për ndihmën tuaj. Kjo altruizëm, kjo aftësi për të menduar për të tjerët edhe kur ai vet po vuante, ishte diçka që unë nuk e kisha parë kurrë. Dhe ishte kjo altruizëm që bëri që infermierja të merrte një vendim që do ta ndryshonte jetën e saj. Ajo filloi të falsifikonte raportet mjekësore. Kur mjekët e lartë të sigurimit kërkonin raporte për gjendjen e Arbnorit, ajo shkruante se ai ishte në gjendje të qëndrueshme, edhe kur e vërteta ishte se ai kishte nevojë për trajtim urgjent. Ajo e bënte këtë sepse e dinte se nëse regjimi zbulonte se Arbnori po dobësohej, ata mund të vendosnin ta eliminonin atë para se ai të mund të lirohej ndonjëherë. Në vitin 1988, një vit para lirimit të Arbnorit, infermierja mori një urdhër që e tronditi deri në palc. Ajo duhej të përgatiste një raport të detajuar për gjendjen shëndetësore të Pjetër Arbnorit, me fokus të veçantë në aftësinë e tij për të mbijetuar jashtë burgut. Kjo ishte një mënyrë e koduar për të pyetur, nëse ne e lirojmë këtë njeri, sa kohë do të jetojë? Dhe nëse ai vdes shpejt pas lirimit, a do të duket si një vdekje natyrore?
Infermierja e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte. Regjimi po planifikonte ta lironte Arbnorin, jo si një akt humaniteti, por si një mënyrë për ta eliminuar atë pa u dukur fajtor. Nëse ai vdiste pak muaj pas lirimit, ata mund të thonin, shihni, ne e liruam, por trupi i tij ishte shumë i dëmtuar. Nuk është faji ynë. Ishte një plan i ftohtë dhe i përllogaritur. Por infermierja vendosi ta sabotonte atë. Ajo shkroi një raport që thoshte se Arbnori ishte në gjendje më të mirë se sa pritej dhe se me kujdes mjekësor adekuat, ai mund të jetojë për shumë vjet. Ishte një gënjeshtër e guximshme, por ajo e bëri atë sepse e dinte se ishte e vetmja mënyrë për ta mbrojtur atë. Kur Pieter Arbnori u lirua në dhjetor të vitit 1989, infermierja ishte një nga njerëzit e pakët që e dinin se sa afër vdekjes ai kishte qenë. Ajo e kishte parë atë në ditët e fundit para lirimit, trupi i tij i dobët, lëkura e tij e zbetë, duart e tij që dridheshin. Por ajo kishte parë edhe diçka tjetër, sytë e tij që ende shkëlqenin me një intensitet që nuk kishte të bënte me trupin fizik. Ajo e kuptoi se Pieter Arbnori nuk ishte thjesht duke mbijetuar, ai ishte duke përgatituar për diçka më të madhe. Ai e dinte se lirimi i tij nuk ishte fundi i historisë së tij, por fillimi i një kapitulli të ri. Dhe ai ishte i vendosur të jetonte mjaftueshëm gjatë për ta parë atë kapitull të zhvillohet. Por a do të ishte trupi i tij mjaft i fortë për ta mbështetur këtë vendosmëri? Kjo ishte pyetja që infermierja e bënte vetes çdo natë. Dhe përgjigja do të vinte në vitet që do të ndiqnin. Kur Pieter Arbnori u zgjodh kryetari i Kuvendit të Shqipërisë më 6 prill të vitit 1992, një nga veprimet e tij të para ishte të kërkojë akses në arkivat e sigurimit të shtetit. Ai donte të dinte çfarë kishin shkruar për të. Ai donte të dinte kush e kishte torturuar, kush e kishte mbrojtur, kush e kishte tradhtuar. Por më shumë se gjithçka, ai donte të dinte se çfarë kishin fshehur. Dhe ajo që ai zbuloi në ato arkiva e shokoi edhe atë, një njeri që mendonte se kishte parë gjithçka. Kishte dosje të tëra që ishin shënuar me vulë të kuqe dhe me shënimin të digjen menjëherë. Kishte raporte që përshkruanin eksperimente mjekësore që ishin kryer mbi të burgosur politik pa dijenin e tyre. Kishte lista emrash, jo vetëm të burgosurve, por edhe të familjeve të tyre, të fëmijëve të tyre, të miqve të tyre, që ishin shënuar për vëzhgim të përhershëm. Ishte një sistem paranoje që kishte infektuar çdo aspekt të jetës shqiptare për 50 vjet. Por ajo që e tronditi Pieter Arbnorin më shumë se gjithçka ishte zbulimi i një dosje të veçantë, një dosje që përmbante plane për eliminimin e tij fizik. Kjo dosje, e datuar në vitin 1988, përmbante diskutime të detajuara midis oficerëve të lartë të sigurimit për zgjidhjen përfundimtare të problemit Arbnori. Ata kishin konsideruar disa opsione, një aksident në burg, një sëmundje e papritur, madje edhe një sulm nga të burgosur të tjerë që do të organizohej në fshehtësi. Por në fund, ata kishin vendosur për një plan më të sofistikuar, ta lirojnë atë në një gjendje kaq të dobët sa ai do të vdiste natyrshëm brenda pak muajsh, duke i lejuar atyre të shmangeshin nga përgjegjësia. Ishte një plan i ftohtë dhe i përllogaritur, dhe vetëm ndërhyrja e njerëzve si infermierja e kishte penguar atë nga suksesi. Kur Pieter Arbnori lexoi këtë dosje, ai nuk ndjeu zemërim, ai ndjeu diçka më të thellë dhe më komplekse. Ai ndjeu një lloj trishtimi për njerëzit që kishin shkruar ato fjalë, që kishin planifikuar vdekjen e tij me një ftohtësi kaq burokratike. Ai e kuptoi se këta njerëz kishin jetuar në një sistem që i kishte çnjerëzuar ata, që i kishte bërë ata të mendonin për jetën njerëzore si për një problem teknik që duhej zgjidhur. Dhe ai e kuptoi se hakmarrja ndaj tyre nuk do të shëronte asgjë, ajo do të vazhdonte vetëm ciklin e dhunës. Kështu që ai mori një vendim që shumë njerëz nuk e kuptuan. Ai vendosi të mos publikonte emrat e atyre që kishin planifikuar vdekjen e tij. Ai vendosi të fokusohej jo në ndëshkimin individual, por në ndërtimin e një sistemi ku të tilla krime nuk do të mund të ndodhnin më kurrë. Por kjo vendim nuk ishte popullore. Kishte shumë njerëz, veçanërisht ish të burgosur të tjerë dhe familjet e viktimave, që donin drejtësi të menjëhershme dhe të dukshme. Ata donin të shihnin emrat e torturuesve të publikuar, të shihnin ata të gjykuar, të shihnin ata të dënuar. Dhe kur Pieter Arbnori refuzoi ta bënte këtë, disa filluan ta akuzonin për të qenë shumë i butë, shumë idealist, madje edhe tradhtar ndaj viktimave. Këto akuza e lënduan thellë, por ai nuk ndryshoi qëndrimin e tij. Në një fjalim që mbajti në parlament në maj të vitit 1993, ai shpjegoi arsyetimin e tij.
Unë kam kaluar 28 vjet në burg. Unë e di çfarë do të thotë të urresh. Unë e di çfarë do të thotë të dëshirosh hakmarrje. Por unë kam mësuar edhe diçka tjetër, se urrejtja na shkatëron më shumë se sa i shkatëron ata që ne i urrejmë. Nëse ne ndërtojmë Shqipërinë e re mbi themelet e hakmarrjes, ne do të ndërtojmë vetëm një version tjetër të së njëjtës errësirë. Unë nuk dua këtë për vendin tim. Unë dua drejtësi, por drejtësi që shëron, jo drejtësi që shkatëron. Këto fjalë shkaktuan një debat të zjarrt në Shqipëri. Disa i quajtën Pjetër Arbënorin një vizionar, një njeri që po përpiqej të thyente ciklin e dhunës që kishte shkatëruar Ballkanin për shekuj. Të tjerë e quajtën atë naiv, një idealist që nuk e kuptonte realitetin e ashpër të politikës. Por pavarësisht nga kritikat, ai nuk ndryshoi kursin e tij. Ai vazhdoi të punonte për ndërtimin e një sistemi gjyqësor që do të ishte i drejtë por jo hakmarrës, që do të gjykonte krimet por nuk do të kthehej në një gjueti shtrigash. Dhe ngadalë, shumë njerëz filluan ta kuptonin vizionin e tij. Ata filluan ta shihnin se ajo që ai po përpiqej të bënte nuk ishte të mbrojë kriminalët, por të mbrojë shpirtin e kombit nga helmimi i urrejtjes së pafund. Por ndërsa Pjetër Arbënori po luftonte këtë betejë morale dhe politike, trupi i tij po vazhdonte të vuante nga pasojat e 28 viteve në burg. Në vitin 1994, ai pati një episod të rëndë shëndetësor, një problem me zemrën që e detyroi ta kalonte disa javë në spital. Mjekët i thanë se ai duhej të ngadalsonte, të pushonte, të kujdesej për veten. Por ai refuzoi. Unë do të pushoj kur puna të jetë bërë, u tha ai atyre. Dhe puna, sipas tij, nuk do të ishte e bërë derisa Shqipëria të ishte plotësisht e transformuar nga një diktaturë në një demokraci funksionale. Ishte një qëllim ambicioz, ndoshta shumë ambicioz për një njeri në gjendjen e tij shëndetësore. Por ai nuk e dinte se si të jetonte ndryshe. Ai kishte kaluar 28 vjet duke luftuar për të mbijetuar. Tani ai po kalonte vitet e tij të fundit duke luftuar për të ndërtuar. Dhe ai nuk kishte ndërmend të ndalonte derisa zemra e tij të ndalonte së rrahuri. Në arkivat që Pjetër Arbënori po shqyrtonte, kishte edhe një zbulim tjetër që e tronditi. Ekzistonin tunele të fshehta në Tiranë që kishin qenë përdorur për të transportuar të burgosur politik nga një vend në tjetrin pa u parë nga publiku. Këto tunele, të ndërtuara në vitet 50 dhe 60, ishin një rrjet i gjerë që lidhte ndërtesa qeveritare, burgje dhe madje edhe shtëpitë private të disa liderëve të lartë të regjimit. Dhe ajo që ishte edhe më shqetësuese, disa nga këto tunele ende ishin në përdorim, edhe pas rënies së regjimit komunist. Kishte forca brenda aparatit të vjetër të sigurisë që po i përdornin ato për të kryer aktivitete të paligjshme, kontrabandë, fshehje të dokumenteve, madje edhe eliminime të fshehta të dëshmitarëve që dinin shumë. Pjetër Arbënori vendosi se këto tunele duhej të ekspozoheshin dhe të mbyllshin. Ai organizoi një ekip të veçantë, një grup njerëzish që ai besonte plotësisht për të hetuar këtë rrjet të fshehtë. Por kjo hetim ishte e rrezikshme. Ata që po i përdornin tunelit nuk donin që sekretet e tyre të zbuloheshin. Dhe ata ishin të gatshëm të bënin gjithçka për t'i ndaluar. Në qershor të vitit 1995, një nga anëtarët e ekipit të Arbënorit u sulmua në rrugë. Ai mbijetoi, por mesazhi ishte i qartë: ndaloni hetimin ose do të ketë pasoja. Por Pjetër Arbënori nuk u ndal. Ai e dinte se nëse ai tërhiqej tani, ata që po fshinin sekretet e regjimit të vjetër do të fitonin. Dhe ai nuk kishte kaluar 28 vjet në burg për t'u dorëzuar tani. Hetimi vazhdoi dhe ngadalë e vërteta filloi të dalë në dritë. Ekipi i Arbënorit zbuloi se tunelit kishin qenë përdorur jo vetëm për të transportuar të burgosur, por edhe për të fshehur dokumente që regjimi nuk donte që publiku t'i shihte. Dhe disa nga këto dokumente ende ishin atje, të fshehura në dhoma të errëta nëntoksore që askush nuk i kishte kontrolluar për vite. Kur këto dokumente u gjetën dhe u sollën në dritë, ato zbuluan një histori edhe më të errët se sa dikush kishte imagjinuar. Ekzistonin lista të detajuara të njerëzve që kishin zhdukur, njerëz që regjimi kishte arrestuar në fshehtësi dhe që kurrë nuk ishin parë përsëri. Familjet e tyre kishin menduar për dekada se ata ishin vdekur, por nuk kishin pasur kurrë konfirmim. Tani, për herë të parë, ata po mësonin të vërtetën. Dhe e vërteta ishte edhe më e dhimbshme se sa ata kishin frikë. Shumica e atyre njerëzve kishin vdekur në rrethana të tmerrshme dhe trupat e tyre kishin qenë varrosur në varre masive të pashënuara. Kur Pjetër Arbënori prezantoi këto zbulime në parlament, kishte një heshtje të rëndë në sallë.
Edhe ata që kishin qenë më skeptik ndaj tij tani po kuptonin se ai kishte të drejtë. Pa një përballje të plot me të shkuarën, Shqipëria nuk mund të ecte përpara. Por kjo përballje ishte e dhimbshme. Ajo kërkonte që njerëzit të pranojnë se vendi i tyre kishte qenë një vend i tmerrshëm për shumë njerëz. Ajo kërkonte që ata të pranojnë se disa nga njerëzit që ata kishin njohur, fëmijë, kolegë, madje edhe anëtar të familjes, kishin qenë bashkëpunëtor të regjimit. Ajo kërkonte që ata të pranojnë se e vërteta ishte më komplekse dhe më e errët se sa çdo narrativ e thjesht mund ta kapronte. Por Pjetër Arbnori besonte se kjo përballje ishte e nevojshme. Ai besonte se vetëm duke parë të vërtetën plotësisht, Shqipëria mund të shërohej. A mund të imagjinoni të jeni në pozicionin e tij? Të keni mbijetuar 28 vjet në burg dhe pastaj të zgjidhni të kaloni vitet tuaja të fundit duke ekspozuar sekretet më të errëta të regjimit që ju torturoi? A mund të imagjinoni të dini se çdo zbulim që ju bëni ju vendos në rrezik, por të vazhdoni sepse dini se është e drejta? Kjo është madhështia e vërtet e Pjetër Arbnorit, jo vetëm se ai mbijetoi, por se ai e përdori mbijetesën e tij për të ndihmuar të tjerët të gjejnë të vërtetën dhe drejtësinë. Në vitin 1997, Shqipëria u godit nga një krizë e rëndë financiare dhe politike. Skema piramidale që kishin tërhequr kursimet e mira familjeve shqiptare shpërthyen duke lënë njerëzit në varfëri. Protesta masive shpërthyen në të gjithë vendin. Qeveria e Partisë Demokratike, që kishte qenë në pushtet që nga viti 1992, humbi mbështetjen popullore. Dhe në zgjedhjet që u mbajtën në qershor të atij viti, Partia Socialiste fitoi një shumicë dërmuese. Pjetër Arbnori, që kishte qenë një aleat i Partisë Demokratike, humbi pozicionin e tij si kryetar i kuvendit më 24 korrik të vitit 1997. Ishte një moment i hidhur për të, jo sepse ai kishte humbur pushtetin, por sepse ai e shihte se vendi që ai kishte punuar aq shumë për ta ndërtuar po kthehej në kaos. Por edhe në opozit, Pjetër Arbnori nuk heshti. Ai vazhdoi të fliste për vlerat që ai besonte: drejtësia, dinjiteti njerëzor, rëndësia e të vërtetës. Ai kritikoi qeverinë e re kur ai mendonte se ajo po bënte gabime, por ai gjithashtu kritikoi opozitën kur ai mendonte se ajo po përdorte retorikë të dhunshme ose po kërkonte hakmarrje në vend të drejtësisë. Ai u bë një zë i pavarur, një zë që nuk i përkiste asnjë partie, por që i përkiste ndërgjegjes së kombit. Dhe edhe pse ai nuk kishte më pushtet formal, ai ende kishte diçka më të fuqishme, ai kishte autoritet moral. Njerëzit e dëgjonin atë jo sepse ai ishte në një pozicion të lartë, por sepse ata e dinin se ai kishte vuajtur më shumë se shumica e tyre dhe se ai kishte mbetur besnik ndaj parimeve të tij edhe në momentet më të vështira. Në vitet që ndoqën, shëndeti i Pjetër Arbnorit vazhdoi të përkeqësohej. Ai kishte probleme kronike me zemrën, me mushkëritë, me sistemin e tij të imunitetit që kishte qenë i dëmtuar nga vitet e malnutricionit. Ai kalonte gjithnjë e më shumë kohë në spitale, duke u trajtuar për komplikacione të ndryshme. Por edhe nga shtrati i spitalit, ai vazhdonte të shkruante, të fliste, të frymëzonte. Ai shkroi një libër kujtimesh, një libër që tregonte historinë e tij, por që gjithashtu tregonte historinë e mira shqiptarëve të tjerë që kishin vuajtur në regjimin komunist. Libri u bë një bestseller në Shqipëri dhe ai u përkthye në disa gjuhë të tjera. Njerëz nga e gjithë bota filluan të mësonin për Pjetër Arbnorin, për Mandelën e Ballkanit, siç ai po njihej gjithnjë e më shumë. Por ndërsa fama e tij po rritet, trupi i tij po dobësohej. Në vitin 2006, mjekët e tij i rekomanduan se ai duhej të shkonte në Itali për trajtim të specializuar. Ai pranoi, edhe pse ai e dinte se kjo mund të ishte udhëtimi i tij i fundit. Ai shkoi në Napoli, ku një ekip mjekësh po përpiqej ta stabilizonte gjendjen e tij. Por dëmtimi që 28 vitet në burg kishin bërë ishte shumë i madh. Zemra e tij, që kishte rrahur me kaq forcë për aq gjatë, po lodhej. Dhe më 8 korrik të vitit 2006, në një dhomë spitali në Napoli, Pjetër Filip Arbnori vdiq. Ai ishte 71 vjeç. Ai kishte jetuar 35 vjet si njeri i lirë, por ai kishte kaluar gati gjysmën e jetës së tij të rritur në burg. Lajmi i vdekjes së tij shkaktoi një val zie në të gjithë Shqipërinë. Njerëz nga të gjitha shtresat e shoqërisë, nga politikanë të lartë deri te njerëz të thjeshtë, dolën për ta nderuar. Flamuri kombëtar u ul në gjysmë shtise. Parlamenti mbajti një seancë përkujtimore ku edhe kundërshtarët e tij politik folën me respekt për kontributin e tij.
Dhe në vitin 2007, presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, i dha atij postumin urdhrin nderi i kombit, nderin më të lartë që vendi mund t'i jepte një qytetari. Por për ata që e njihnin atë, asnjë medalje nuk mund të kapronte madhështinë e vërtetë të jetës së tij. Ai kishte qenë më shumë se një hero kombëtar, ai kishte qenë një shembull i asaj që do të thotë të jesh vërtet njeri. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, trashëgimia e Pjetër Arbënorit vazhdon të jetojë. Qendra ndërkombëtare e kulturës që mban emrin e tij në Tiranë, e vendosur në ndërtesën që dikur ishte Muzeu i Enver Hoxhës, është një vend ku të rinjt shqiptar mësojnë për historinë e tyre, ku artistët shfaqin veprat e tyre, ku intelektualët diskutojnë për të ardhmen e vendit. Është një simbol i fuqishëm se si e vërteta mund të fitojë mbi gënjeshtrën, se si drita mund të fitojë mbi errësirën, se si dinjiteti njerëzor mund të mbijetojë edhe kushtet më çnjerëzore. Por përtej ndërtesave dhe monumenteve, trashëgimia e vërtet e Pjetër Arbënorit është në zemrat e njerëzve që frymëzohen nga historia e tij. Ai na mësoi se rezistenca është e mundur. Ai na mësoi se falja është më e fortë se hakmarrja. Ai na mësoi se një njeri i vetëm, duke qëndruar për të vërtetën, mund të ndryshojë historinë e një kombi. Por historia e Pjetër Arbënorit nuk është vetëm një histori e së shkuarës. Ajo është një histori që ka mësime për të gjithë ne sot. Në një botë ku autokratët ende ekzistojnë, ku njerëzit ende burgosen për mendimet e tyre, ku liria ende është një luftë e vazhdueshme, shembulli i Pjetër Arbënorit na kujton se çdo ditë që ne zgjedhim të jemi njerëz të dinjitetshëm, çdo moment që ne zgjedhim të qëndrojmë për të vërtetën, ne po fitojmë një betejë kundër forcave që duan të na thyejnë. Dhe kjo, në fund të fundit, është trashëgimia më e madhe që Pjetër Arbënori na la. Jo thjesht një histori mbijetese, por një udhërrëfyes se si të jetojmë me dinjitet në një botë që shpesh përpiqet ta na marrë atë. A mund të imagjinoni veten duke kaluar 28 vjet në një qeli, duke ditur që çdo ditë mund të jetë e fundit, por duke zgjedhur të mos u thyer kurrë? A mund të imagjinoni të dilni nga ai ferr dhe të zgjidhni jo hakmarrjen, por ndërtimin e një bote më të mirë? A mund të imagjinoni të jetoni me dhimbjen e kujtimeve të tmerrshme çdo ditë, por të zgjidhni të përdorni atë dhimbje për të frymëzuar të tjerët në vend që të lejosh atë të shkatërrojë? Këto janë pyetjet që historia e Pjetër Arbënorit na shtron të gjithëve. Dhe përgjigja që secili prej nesh i jep këtyre pyetjeve përcakton jo vetëm se çfarë lloj njerëzish jemi ne, por edhe çfarë lloj bote do të ndërtojmë për brezat që vijnë. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që kishte qenë përgjegjës për sigurinë personale të Enver Hoxhës pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që ai na thot për javët e fundit të regjimit do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis liderëve të sigurimit të shtetit deri te planet e dëshpëruara për të fshehur provat e krimeve, deri te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Por ka diçka edhe më shqetësuese. Ky njeri, që ne do ta quajmë thjesht Rojen, thot se ekziston një dokument që nuk është gjetur kurrë, një listë e shkruar me dorë nga vetë Enver Hoxha, pak para vdekjes së tij në vitin 1985, ku ai kishte shënuar 15 emra të njerëzve që ai konsideronte si tradhtar të ardhshëm. Në krye të asaj liste ishte një emër që askush nuk e kishte pritur, emri i një nga oficerët më besnik të tij, një njeri që më vonë do të luante një rol kyç në mbrojtjen e Pjetër Arbënorit. Kush ishte ky njeri? Pse Enver Hoxha e dyshonte atë? Dhe çfarë ndodhi me atë listë pasi diktatori vdiq? Roja thot se ai e pa atë listë vetëm një herë në një takim sekret në vitin 1988 dhe se ajo që ai lexoi atje e bëri atë të kuptojë se sistemi po gërryej nga brenda. Sot, për herë të parë, ai do të tregojë emrat që ai kujton nga ajo listë dhe do të zbulojë se si ajo listë shkaktoi një luftë të fshehtë brenda sigurimit të shtetit, një luftë që në fund shpëtoi jetën e Pjetër Arbënorit. Roja ulet përballë kamerës, duart ende të dridhuara pas kaq vitesh. Ai fillon të tregojë një histori që tingëllon si një thriller spionazhi, por që është tërësisht e vërtetë. Në shkurt të vitit 1988, thot ai, u thira në një takim urgjent në selinë qendrore të sigurimit. Kur hyra në dhomë, pash 3 oficerë të lartë që po diskutonin me zëra të ulët. Njëri prej tyre mbante një dosje të kuqe me vull. Kur ai e hapi, unë pash një letër të shkruar me dorë, shkrim i vjetër, i dridhur, por i qartë. Ishte lista e Enver Hoxhës. Dhe kur unë lexova emrat, nuk mund ta besoja. Atje ishin njerëz që kishin shërbyer regjimin për dekada, njerëz që kishin torturuar të tjerë në emër të partisë, njerëz që askush nuk do t'i dyshonte kurrë. Por Enver Hoxha i kishte dyshuar të gjithë.
Ai kishte shkruar pranë çdo emri një shënim të shkurtër, shumë i zgjuar, rrezik, ka kontakte perëndimore, eliminohet, fëmijët e tij studiojnë jashtë, jo besnik. Ishte paranoja e pastër, por ishte edhe diçka më shumë, ishte një profeci vetë përmbushëse. Sepse kur këta oficer panë se Enver Hoxha i kishte shënuar si tradhtar, ata vendosën se nëse ata do të vdisnin si tradhtar, atëherë më mirë të bëheshin tradhtar të vërtetë. Ky zbulim shpjegon shumë për atë që ndodhi në vitet që pasuan. Brenda sigurimit të shtetit kishte filluar një ndarje e fshehtë, jo midis atyre që besonin në komunizëm dhe atyre që nuk besonin, por midis atyre që donin të mbjetonin dhe atyre që ishin gati të vdisnin me anijen. Dhe në mesin e kësaj lufte të brendshme, Pjetër Arbnori u bë një simbol. Për disa oficer, ai ishte një kërcënim që duhej eliminuar. Por për të tjerë, veçanërisht ata që ishin në listën e Enver Hoxhës, ai u bë një mjet. Nëse ata mund ta mbronin Arbnorin, nëse ata mund ta mbajnin atë gjallë derisa regjimi të rrëzohej, atëherë ata do të kishin një provë se ata nuk ishin monstra, se ata kishin bërë të paktën një gjë të mirë. Ishte një llogaritje cinike, por ishte edhe një shpëtim për Pjetër Arbnorin, sepse pa këtë luftë të brendshme, ai ndoshta nuk do të kishte mbjetuar deri në vitin 1989. Roja vazhdon të tregoj, njëri nga emrat në atë listë ishte një oficer që ne e quanim inxhinieri. Ai kishte qenë përgjegjës për ndërtimin e tuneleve sekrete në Tiranë. Ai e dinte çdo sekret të regjimit, çdo vend ku ishin fshehur dokumente, çdo varr masiv, çdo plan evakuimi. Dhe kur ai pa se Enver Hoxha e kishte shënuar si tradhtar, ai vendosi se ai do të sigurohej që këto sekrete do të dilnin në dritë një ditë. Ai filloi të bëj kopje të fshehta të hartave, të dokumenteve, të raporteve. Ai fshite ato në vende që vetëm ai dinte. Dhe ai la shenja të koduara, shenja që vetëm dikush me njohuri teknike do t'i kuptonte, për atë se ku ishin fshehur këto dokumente. Kur Pjetër Arbnori u bë kryetari i kuvendit dhe filloi të hetonte arkivat, ai gjeti disa nga këto shenja. Dhe ato e quan atë të zbulime që ndryshuan gjithçka. Por pse inxhinieri e bëri këtë? Pse një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke ndërtuar infrastrukturën e shtypjes vendosi papritur të bëhej një tradhtar ndaj sistemit? Roja thot se ai e pyeti atë një herë në një bisedë të fshehtë në vitin 1989, pak para se regjimi të rrëzohej. Inxhinieri ju përgjigj me një thjeshtësi tronditëse: "Unë kam ndërtuar ferrin. Tani unë dua të ndihmoj në shkatërimin e tij. Kjo është e vetmja mënyrë që unë mund të shpëtoj shpirtin tim." Ishte një rrëfim që tregonte se edhe brenda sistemeve më brutale, ndërgjegjja njerëzore mund të zgjohej, edhe nëse ishte shumë vonë për të shpëtuar të gjithë ata që kishin vuajtur. Kur Pjetër Arbnori mësoi për ekzistencën e kësaj liste, jo nga roja, por nga dokumentet që ai gjeti në arkiva, ai kuptoi se historia e mbijetesës së tij ishte edhe më komplekse se sa ai kishte menduar. Ai nuk kishte mbjetuar vetëm për shkak të forcës së tij të brendshme. Ai kishte mbjetuar edhe sepse kishte pasur njerëz që ai nuk i njihte, njerëz që kishin arsyet e tyre egoiste, që kishin vendosur ta mbronin atë. Kjo zbulim nuk e paksoi madhështinë e mbijetesës së tij, por e bëri atë edhe më njerëzore. Ai kuptoi se historia nuk është kurrë e thjeshtë, se nuk ka kurrë hero të pastër dhe villajnë të pastër, se të gjithë ne jemi të përzier, të aftë për mirësi dhe për ligësi, në varësi të rrethanave. Dhe kjo kuptim e bëri Pjetër Arbnorin edhe më të vendosur në qasjen e tij ndaj drejtësisë tranzicionale. Ai nuk donte një sistem ku të gjithë ish anëtarët e sigurimit të shtetit do të gjykoheshin njësoj. Ai donte një sistem ku do të bëhej dallim midis atyre që kishin qenë monstra të vërteta dhe atyre që kishin qenë njerëz të dobët të kapur në një sistem të tmerrshëm. Ai donte një sistem ku edhe ata që kishin bërë gjëra të këqija do të kishin mundësinë të rrëfeheshin, të kërkonin falje, të kontribuonin në ndërtimin e një shoqërie të re. Kjo qasje nuk ishte popullore tek të gjithë, por ajo ishte e vetmja mënyrë që Pjetër Arbnori besonte se Shqipëria mund të shërohej vërtet. Por ndërsa ai po punonte për këtë vizion, ai po përballej me një armik që nuk mund ta mposhtë, kohën. Trupi i tij, i dëmtuar nga 28 vitet në burg, po dobësohej me shpejtësi. Në vitin 1996, ai pati një tjetër episod të rënd me zemrën. Mjekët i thanë se ai kishte vetëm pak vite të mbetura, ndoshta edhe më pak. Por ai nuk e la këtë ta ndalonte. Ai vazhdoi të punonte, të shkruante, të fliste. Ai e dinte se çdo ditë mund të ishte e fundit, por ai vendosi se ai do ta përdorte çdo ditë që i mbetej për të bërë diçka me kuptim.
Dhe kjo vendosmëri e tij frymëzoi mijëra njerëz, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, që po luftonin betejat e tyre kundër padrejtësisë. A mund të imagjinoni të dini se ju keni vetëm pak vite të mbetura, por në vend që të kaloni ato vite duke u ankuar për atë që keni humbur, të zgjidhni t'i kaloni ato duke ndërtuar diçka që do të vazhdoj pas jush? A mund të imagjinoni të keni çdo të drejtë për të qenë i hidhur, por të zgjidhni të jeni burim shprese për të tjerët? Kjo është ajo që Pjetër Arbnori bëri në vitet e tij të fundit. Dhe kjo është arsyeja pse historia e tij nuk është thjesht një histori mbijetese, është një histori se si të jetosh me kuptim edhe kur jeta është e shkurtër dhe e dhimbshme. Në vitin 2000, Pjetër Arbnori mori një ftesë që e preku thellë. Ai u ftua të fliste në Universitetin e Tiranës për një konferencë mbi të drejtat e njeriut. Ishte një moment simbolik, njeriu që kishte kaluar 28 vjet në burg për mendimet e tij tani poftoi të mësonte gjeneratën e re për rëndësinë e lirisë. Kur ai hyri në sallën e konferencës, studentët u ngritën në këmbë dhe e pritën me duartrokitje që zgjatën për disa minuta. Shumë prej tyre qanin. Ata e dinin historinë e tij, ata e kishin lexuar librin e tij, ata kishin dëgjuar për vuajtjet e tij dhe ata e shihnin atë si një hero gjallë. Por kur Pjetër Arbnori filloi të fliste, ai nuk foli për veten e tij. Ai foli për të gjithë ata që nuk kishin mbijetuar. Ai foli për mijëra shqiptarë që kishin vdekur në burgje, që kishin pushkatuar pa gjykim, që ishin zhdukur pa lënë gjurmë. Ai foli për familjet që ende po kërkonin të vërtetën për të dashurit e tyre. Dhe ai u tha studentëve se detyra e tyre, detyra e gjeneratës së re, ishte të siguroheshin që këto krime nuk do të harroheshin kurrë, dhe se ato nuk do të përsëriteshin kurrë. Ju jeni e ardhmja e këtij vendi, u tha ai atyre, zëri i tij i dobët por i qartë. Ju nuk keni jetuar në diktaturë. Ju nuk e dini se çfarë do të thotë të kesh frikë çdo ditë, të mos dish nëse do të arrestohesh për një fjalë të gabuar, të shohësh familjen tënde të shkatërrohet për shkak të një akuze të rreme. Por pikërisht sepse ju nuk e keni jetuar këtë, ju keni një përgjegjësi edhe më të madhe. Ju duhet të mësoni historinë. Ju duhet ta mbani gjallë kujtesën. Ju duhet të ndërtoni një Shqipëri ku të drejtat e njeriut nuk janë thjesht fjalë në një dokument, por realitet i përditshëm për çdo qytetar. Dhe nëse ju bëni këtë, atëherë vuajtja ime, vuajtja e të gjithë atyre që kanë vuajtur, nuk do të ketë qenë e kohë. Fjalët e tij prekën thellë. Shumë student erdhën tek ai pas konferencës për ta falënderuar, për t'i treguar se si historia e tij i kishte frymëzuar ata të studiojnë drejtësi, të bëhen avokatë të drejtave të njeriut, të punojnë për një Shqipëri më të mirë. Dhe Pjetër Arbnori, edhe pse i lodhur dhe i dobët, buzëqeshte. Ai e shihte se trashëgimia e tij nuk do të ishte vetëm në monumentet dhe në librat, por në zemrat dhe në veprimet e këtyre të rinjve që po zgjidheshin të vazhdojnë luftën që ai kishte filluar. Por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë trashëgimi. Kishte ende njerëz, veçanërisht ata që kishin qenë pjesë e regjimit të vjetër dhe që tani jetonin në anonimitet, që e shihnin Pjetër Arbnorin si një kërcënim. Ata e dinin se sa kohë që ai ishte gjallë dhe po fliste, e vërteta për krimet e tyre nuk do të harrohej. Dhe disa prej tyre filluan të planifikonin mënyra për ta heshtur atë. Në vitin 2001, Pjetër Arbnori mori një letër kërcënuese. Letra ishte e shkruar me shkronja të prera nga gazeta, një teknikë e vjetër por efektive për të mbetur anonim. Mesazhi ishte i shkurtër dhe i ftohtë, ndaloje. Ose do të paguash. Pjetër Arbnori e dërgoi letrën te policia, por ai nuk e la këtë ta friksonte. Ai vazhdoi të fliste, të shkruante, të punonte për drejtësi. Por kërcënimet nuk ishin të vetmet sfida që ai po përballte. Shëndeti i tij po përkeqësohej me shpejtësi. Në vitin 2002, ai u diagnostikua me një sëmundje kronike të mushkërive, një pasojë e drejtpërdrejtë e viteve që ai kishte kaluar në qeli të lagështa dhe pa ajër. Mjekët i thanë se ai kishte nevojë për trajtim të vazhdueshëm, por edhe me trajtim, prognoza nuk ishte e mirë. Ai kishte ndoshta 4 ose 5 vjet të mbetura, në rastin më të mirë. Por Pjetër Arbnori nuk e la këtë ta shkatëronte shpirtin e tij. Ai vazhdoi të jetonte me intensitet, duke e ditur se çdo ditë ishte një dhuratë. Ai kalonte kohë me familjen e tij, ai shkruante letra të gjata miqve të tij, ai takohej me të rinj që donin të mësonin nga ai. Ai jetonte çdo moment sikur ishte i fundit, dhe kjo e bënte jetën e tij edhe më të pasur. Në vitin 2004, Pjetër Arbnori mori një ftesë nga Parlamenti Evropian për të folur për përvojën e tij dhe për rëndësinë e drejtësisë tranzicionale në vendet postkomuniste.
Ishte një nderim i madh, një njohje ndërkombëtare e kontributit të tij. Por udhëtimi në Bruksel ishte i vështirë për të. Ai ishte shumë i dobët dhe mjekët e tij nuk ishin të sigurt nëse ai do të mund ta përballonte stresin e udhëtimit. Por ai insistoi. Ai e dinte se kjo mund të ishte mundësia e tij e fundit për të folur në një skenë ndërkombëtare dhe ai donte ta përdorte atë për të tërhequr vëmendjen ndaj vuajtjeve të gjithë atyre që kishin jetuar në regjime totalitare. Kur ai foli në Parlamentin Evropian, zëri i tij ishte i dobët, por fjalët e tij ishin të fuqishme. Ai foli për nevojën për drejtësi, por edhe për nevojën për pajtim. Ai foli për rëndësinë e të mësuarit nga historia, por edhe për rëndësinë e të mos mbetur të burgosur nga e shkuara. Dhe ai përfundoi me një apel: mos harroni kurrë atë që ka ndodhur. Por mos lejoni kurrë që urrejtja të ju kontrollojë. Ndërtoni një të ardhme ku çdo njeri ka dinjitet, ku çdo njeri ka të drejta, ku çdo njeri mund të jetojë pa frikë. Fjalimi i tij mori duartrokitje të gjata. Shumë anëtarë të Parlamentit Evropian erdhën tek ai pas për ta falënderuar dhe për t'i shprehur respektin e tyre. Por Pieter Arbnori ishte i lodhur. Udhëtimi e kishte lodhur shumë. Dhe kur ai u kthye në Shqipëri, ai kaloi disa javë në spital duke u rikuperuar. Mjekët e tij ishin të shqetësuar. Ata e dinin se trupi i tij nuk mund të përballonte shumë më tepër. Dhe ata filluan të përgatiteshin për atë që dukej e pashmangshme. Por Pieter Arbnori nuk ishte gati të dorëzoj. Ai kishte ende punë për të bërë. Ai kishte ende histori për të treguar. Ai kishte ende njerëz për të frymëzuar. Dhe ai vazhdoi të luftonte ditë pas dite duke refuzuar të lejonte që trupi i tij i dobët ta ndalonte shpirtin e tij të fortë. Ishte një betejë që ai e dinte se nuk mund ta fitonte përgjithmonë, por ai ishte i vendosur ta luftonte deri në fund. Sepse kjo ishte ajo që ai kishte bërë gjithë jetën e tij, ai kishte luftuar. Dhe ai nuk kishte ndërmend të ndalonte tani. A mund të imagjinoni të dini se trupi juaj po dështon, por të vazhdoni të punoni sepse dini se çdo ditë që ju fitoni është një ditë tjetër ku ju mund të bëni diçka me kuptim? A mund të imagjinoni të keni çdo arsye për të pushuar, por të zgjidhni të vazhdoni sepse dini se ka njerëz që kanë nevojë për zërin tuaj? Kjo është ajo që Pieter Arbnori bëri në vitet e tij të fundit. Dhe kjo është arsyeja pse ai mbetet një hero jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë ata që besojnë se dinjiteti njerëzor është më i fortë se çdo sistem shtypjeje. Në fillim të vitit 2006, Pieter Arbnori e dinte se fundi po afrohej. Trupi i tij po dorëzohej dhe mjekët e tij nuk kishin më shumë që mund të bënin. Ai kishte nevojë për trajtim të specializuar që nuk ishte i disponueshëm në Shqipëri. Kështu që ai vendosi të shkonte në Itali, në Napoli, ku kishte një spital që specializohej në sëmundjet që ai kishte. Ishte një vendim i vështirë, ai e dinte se kjo mund të ishte udhëtimi i tij i fundit, se ai mund të mos kthehej kurrë në Shqipëri. Por ai e bëri atë sepse ai donte të jetonte sa më gjatë që të ishte e mundur, jo për veten e tij, por për ata që vareshin nga zëri i tij. Në Napoli, mjekët bën gjithçka që mundën. Por dëmtimi që 28 vitet në burg kishin bërë ishte shumë i madh. Zemra e tij, që kishte rrahur me kaq forcë për aq gjatë, po lodhej. Mushkëritë e tij, të dëmtuar nga vitet e ajrit të keq dhe të lagështirës, nuk po funksionin më siç duhej. Dhe trupi i tij, i dobësuar nga malnutricioni kronik, nuk kishte më forcë për të luftuar. Në fillim të korrikut, gjendja e tij u përkeqësua shpejt. Familja e tij u thirr në Napoli. Miqtë e tij u lutën për një mrekulli. Por Pieter Arbnori e dinte se koha e tij kishte ardhur. Dhe ai e pranoi këtë me qetësinë që kishte karakterizuar gjithë jetën e tij. Më 8 korrik të vitit 2006, në një dhomë spitali në Napoli, rrethuar nga familja e tij, Pieter Filip Arbnori mbyll syt për herë të fundit. Ai kishte 71 vjeç. Ai kishte kaluar 28 vjet në burg dhe 16 vjet si një lider dhe një zë për drejtësi. Ai kishte vuajtur më shumë se shumica e njerëzve mund të imagjinonin, por ai nuk kishte lejuar kurrë që vuajtja ta shndërronte në një njeri të hidhur. Ai kishte parë errësirën më të thellë të natyrës njerëzore, por ai nuk kishte humbur kurrë besimin në aftësinë e njeriut për mirësi. Ai kishte jetuar një jetë që ishte njëkohësisht një tragjedi dhe një triumf, një jetë që tregonte se edhe në kushtet më të këqija, shpirtit njerëzor nuk mund t'i merret dinjiteti. Lajmi i vdekjes së tij u përhap shpejt. Në Shqipëri, njerëzit dolën në rrugë për ta nderuar. Flamuri kombëtar u ul në gjysmë shtise.
Parlamenti mbajti një seancë përkujtimore ku politikanë nga të gjitha partitë, edhe ata që kishin qenë kundërshtar të tij politik, folën me respekt dhe admirim për kontributin e tij. Media ndërkombëtare raportoi për vdekjen e Mandelës së Ballkanit, duke e krahasuar atë me Nelson Mandelën e Afrikës së Jugut për aftësinë e tij për të falur dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë pas viteve të vuajtjes. Dhe në të gjithë botën, njerëz që kishin dëgjuar për historinë e tij ndjen një humbje të thellë, humbjen e një zëri që kishte folur për drejtësi dhe dinitet në një kohë kur këto vlera shpesh harroheshin. Në vitin 2007, presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, i dha Pjetër Arbënorit postumin urdhrin nderi i kombit, nderin më të lartë që vendi mund t'i jepte një qytetari. Ishte një njohje e kontributit të tij të jashtëzakonshëm, por për ata që e njihnin atë, asnjë medalje nuk mund të kapronte madhështinë e vërtetë të jetës së tij. Ai kishte qenë më shumë se një hero kombëtar, ai kishte qenë një shembull i asaj që do të thotë të jesh vërtet njeri. Ai kishte treguar se forca e vërtet nuk vjen nga dhuna, por nga diniteti. Ai kishte treguar se drejtësia e vërtet nuk është hakmarrje, por ndërtimi i një sistemi ku të gjithë janë të barabartë. Ai kishte treguar se shpresa e vërtet nuk vjen nga harrimi i së shkuarës, por nga të mësuarit prej saj dhe nga ndërtimi i një të ardhmeje më të mirë. Pas vdekjes së Pjetër Arbënorit, Shqipëria vazhdoi udhëtimin e saj të vështirë drejt demokracisë. Vendi përballoi shumë sfida, korrupsion, paqëndrueshmëri politike, probleme ekonomike. Por trashëgimia e Pjetër Arbënorit mbeti një dritë udhëzuese për shumë shqiptar. Qendra ndërkombëtare e kulturës që mban emrin e tij në Tiranë u bë një vend ku të rinjt mësonin për historinë e tyre, ku artistët shfaqnin veprat e tyre, ku intelektualët diskutonin për të ardhmen e vendit. Ishte një vend që simbolizonte saktësisht atë që Pjetër Arbënori përfaqësonte: shndërrimin e dhimbjes në shpresë, shndërrimin e errësirës në dritë, shndërrimin e shtypjes në liri. Shumë nga njerëzit që kishin punuar me të, politikan, aktivist, student, vazhduan punën që ai kishte filluar. Ata punuan për reformën e sistemit gjyqësor, për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, për ndërtimin e një shoqërie ku çdo qytetar do të kishte mundësi të barabarta. Dhe kur ata përballeshin me vështirësi, ata kujtoheshin për shembullin e Pjetër Arbënorit, për njeriun që kishte vuajtur më shumë se shumica, por që nuk kishte humbur kurrë shpresën. Infermierja që e kishte ndihmuar atë në burg doli në publik për herë të parë pas vdekjes së tij. Ajo tregoi historinë e saj, se si ajo kishte falsifikuar raportet mjekësore për ta mbrojtur atë, se si ajo kishte rrezikuar karrierën dhe lirinë e saj për të bërë atë që ishte e drejtë. Dhe ajo u bë një zë për të gjithë ata që kishin qenë pjesë e sistemit, por që kishin përpjekur, në mënyrat e tyre të vogla, të bënin mirë. Historia e saj tregoi se edhe brenda sistemeve më brutale, ka gjithmonë njerëz që zgjedhin njerëzimin mbi bindjen. Roja dhe inxhinieri mbetën anonim, por kontributi i tyre nuk u harrua. Dokumentet që ata kishin fshehur, shenjat që ata kishin lënë, ndihmuan hetuesit të zbulonin të vërtetën për shumë krime të regjimit. Dhe edhe pse ata nuk kërkuan kurrë njohje publike, ata e dinin se ata kishin luajtur një rol në shpëtimin e një jete dhe në zbulimin e së vërtetës. Familjet e viktimave të regjimit vazhduan të kërkojnë drejtësi. Disa gjetën mbyllje, ata mësuan se çfarë kishte ndodhur me të dashurit e tyre, ata gjetën varret e tyre, ata morën njohje zyrtare për vuajtjet e tyre. Të tjerë ende po kërkojnë. Por të gjithë ata e dinë se pa zërin e Pjetër Arbënorit, pa vendosmërinë e tij për të ekspozuar të vërtetën, shumë prej këtyre historive do të ishin humbur përgjithmonë. Por edhe sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së Pjetër Arbënorit, ka pyetje që mbeten pa përgjigje. Çfarë ndodhi me listën e plotë të Enver Hoxhës, ajo listë me 15 emra që Roja tha se e kishte parë? A u gjet ajo ndonjëherë? Dhe nëse u gjet, pse nuk u publikua kurrë plotësisht? A kishte emra atje që ende janë shumë të fuqishëm, shumë të lidhur, shumë të rrezikshëm për t'u ekspozuar? Dhe çfarë për tunelit e fshehta nën Tiranë? Inxhinieri la shenja për vendet ku ishin fshehur dokumente, por a u gjetën të gjitha? A ka ende dhoma të fshehta, dosje të panjohura, sekrete që presin të zbulohen? Disa hetues besojnë se po, se ka ende pjesë të historisë së errët të Shqipërisë që nuk janë treguar plotësisht. Dhe ata vazhdojnë të kërkojnë, duke ditur se çdo zbulim i ri sjell më afër të vërtetës. Por ndoshta pyetja më e madhe është kjo: a mësoi Shqipëria vërtet nga e shkuara e saj? A ndërtoi ajo një shoqëri ku të drejtat e njerëzit janë të mbrojtura, ku drejtësia është e barabartë për të gjithë, ku askush nuk mund të burgoset për mendimet e tij? Përgjigjja është komplekse.
Ka pasur progres, Shqipëria është një demokraci, ka media të lira, ka shoqëri civile aktive. Por ka ende sfida, korrupsion, pabarazi, mos funksionim I sistemit gjyqësor. Lufta që Pjetër Arbënori filloi nuk është mbaruar. Ajo vazhdon çdo ditë, në çdo gjykat ku kërkohet drejtësi, në çdo protestë ku kërkohet llogaridhënie, në çdo klas ku mësohet historia e vërtetë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më I madh I historisë së Pjetër Arbënorit, se lufta për dinjitet njerëzor nuk mbaron kurrë. Çdo gjenerat duhet ta luftojë atë përsëri. Çdo shoqëri duhet të zgjedhë, ditë pas dite, nëse do të qëndrojë për vlerat e drejtësisë dhe të lirisë, ose nëse do të lejojë që errësira të kthehet. Pjetër Arbënori bëri zgjedhjen e tij. Ai zgjodhi të qëndrojë, edhe kur çmimi ishte 28 vjet në burg. Ai zgjodhi të falë, edhe kur ai kishte çdo të drejtë për të urryer. Ai zgjodhi të ndërtojë, edhe kur trupi I tij po shkatërrohej. Dhe tani është radha jonë të zgjedhim. Çfarë do të zgjedhim ne? Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Pjetër Arbënori ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e